Shikues të nderuar, mirëmbrëma, unë jam Andi Bora, mirë se vini në Sken Krimi këtu në NTV. Do ndalemi tek pjesa e parë tek diskutimi i ndryshimeve të kodit penal, një kod i cili u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë me 85 vota pro dhe që ka bërë disa ndryshime, ku një ndërtohet e cila ka rënë në sy është parkimi dysh, i cili duket se do të ngarkojë qytetarët tashmë me një vepër të re penale që dënohet me gjob dhe me burgim, por që në duke ekspertë dhe kritikojnë këtë nen për shkak se do të rëndoj punën e policisë, do të rëndoj punën e prokurorisë, gjykatave e tjera me radhë, por sigurisht qytetarin. Çfarë po ndodh me kodin e ri penal në Shqipëri? Sa e favorizon ai qytetarin shqiptar, sa në ndihmë vjen dhe kush janë institucionet të cilat marrin barrën më të madhe të ngarkesës? Në pjesën e dytë do të ndalemi te fakti që Kuvendi i Shqipërisë vendosi të shtyjë mbledhjen e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve ditën e sotme për sa i përket kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit për arrestim dhe heqjen e lirisë së zëvendës kryeministres Belinda Balluku, me motivacionin që do duhet presin një vendim nga diskutimi në gjykatën kushtetuese për sa i përket kërkesës së GJK-s për pezullimin apo jo të Belinda Ballukut nga detyra e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre. Por përse e bëri Kuvendi këtë veprim kur janë dy kërkesa në dukje krejt të ndryshme, njëra për pezullimin dhe tjetra për heqjen e imunitetit? Do të përpiqemi të kuptojmë më shumë mbi rolin e drejtësisë, mbi rolin e SPAK, por sigurisht edhe ndikimin politik në të gjithë të histori. Çfarë po përpiqet të bëjë Kuvendi në raport me Ballukun dhe çfarë do të ndodhi nëse gjykata kushtetuese miraton kërkesën e Ramës që Balluku të mos, le të themi, pezullohet, dhe në anën tjetër Kuvendi mund të vendos të mos i heq imunitetin Belinda Ballukut. Kush është zgjidhja në këtë histori, teksa drejtësia kërkon të ketë një mas arresti? Në çështjen e tretë do të ndalemi tipikisht te krimi. Do përpiqemi të kuptojmë të gjithë mekanizmin dhe stilin që po përdorin grupet kriminale për të kryer vrasjet në vendin ton. Përse është ky, le të themi, një teknik vrasje e cila nuk po arrin të thyet nga grupet hetimore, të cilat janë ngritur për vrasje të ndryshme në vendin ton? Do të kemi sonte në Sken Krimi një ish prokuror dhe një ekspert kriminalist për ta kuptuar të gjithë këtë fenomen, pasi duket se i gjithë ky organizim nuk është le të themi një veprim impulsiv i grupeve kriminale, por përgatitje për muaj të tëra derisa të kryhet qëllimi final, dhe duket sikur askush nuk ka informacion përveç atyre që e kryen këtë vrasje. Në pjesën e fundit ndalemi tek një dëshmi e shkruar sot në rrjetin social Facebook nga ish presidenti Ilir Meta, teksa ndodhet në qelidhe para burgimit në 313, ku ka folur për disa detaje të reja për sa i përket 21 janarit. Ai këmbgul dhe vazhdon të thotë që dikush e ka njoftuar atë në atë kohë që do të kishte vrasje. Ndërkohë që në SPAK tashmë është depozituar dhe audiopërgjimi origjinal i urdhrave të dhënë nga Garda e Republikës së Shqipërisë për sa i përket të shtënave të cilat u kryen në atë kohë që do të prodhonin edhe disa viktima në bulevardin dëshmorët e Kombit, pra 4 viktimat. Çfarë po prodhon historia e 21 janarit? Jemi përballë kushteve ku do duhet tetohen dhe organizatorët asaj kohe referuar dëshmisë së Metës, dhe çfarë po ndodh me hetimet e tjera, sa do ta ndihmojë hetimin ky audiopërgjim? Do të ndalemi në këtë çështje, por fillimisht të ndalemi tek ndryshimet e reja të kodit penal. Nga sot shqiptarët do të përballen me drejtësinë me një kod të ri penal. Pas 18 orësh diskutime në Kuvend, 85 nga anëtarët e tij votuan në orët e para të mëngjesit pro ndryshimeve ligjore të cilat janë diskutuar dhe një pjesë e tyre madje janë kritikuar. Një nga pikat e shumë debatuara ka qenë parkimi dysh në rrugë, duke shndërruar në një vepër penale. Megjithatë, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari dha shpjegimin e tij se kur kjo vepër do të cilësohej penale dhe do të ketë përgjegjësi ligjore të shoferit. Një ndërhyrje e matur por domethënëse bëhet edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasoja serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në rastet në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarfikses, dhe sigurisht dëmet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund digjen banesa, mund të ketë fatalitete, kështu që absolutisht përballë një situatë të tillë, të dokumentuar dhe nga statistikat e ardhura nga policia e shtetit, ne nuk mund të rrinim apatik, përkundazi duhet ndërhyrje ligjore në mënyrë që kjo të jetë një masë e fortë parandaluese për çdo kënd që është i papërgjeshëm dhe sfidon hapur ligjin dhe të drejtën e çdo kujt tjetër që të vazhdojë jetën normalisht, dhe aq më tepër ku bëhet fjalë për ambulanca, për zjarfikse dhe për policinë e shtetit e cila mund të jetë në operacione ndryshme.
Ndërsa përsa i përket rolit të medias dhe specifikisht gazetarëve, kodi i ri penal sipas asaj që referoi në kuvend ministri i drejtësisë, i jep mbrojtje statusit të gazetarit dhe madje në rastet e kanoses apo dhunës ndaj tyre parashikohen si vepra penale. Në fakt, për herë të parë, shteti shqiptar shkon me një nismë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kursesi ndjekje penale për ta. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar dhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri për mbrojtjen specifike të gazetarëve në, si shpreh kjo e qartë, e vullnetit të qeverisë shqiptare për të stimuluar lirinë e shprehjes dhe punën investigative që bëjnë gazetarët. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket ndryshimeve të kodit penal, ku duket se një nga ashpërsimet më të mëdha që bëhet është pikërisht ai për parkimin dysh dhe siç e sqaroi dhe ministri i drejtësisë Besfort Lamallari, bëhet fjalë kur pengohet rruga për kalimin e automjeteve të rëndësisë veçantë, siç është policia, ambulanca, zjarfikse të tjerë me radhë. Por ne do të diskutojmë që janë këto ndryshime të kodit penal dhe sa e prekin realisht qytetarin shqiptar. Të ftuar sonte në sken krimi kam Artan Rexhepin, ekspert kriminalist. Shumë faleminderit Rexhepi. Shumë faleminderit ju. Si dhe Ervin Karanxhën, ish prokuror avokat. Meqense kemi të bëjmë Karanxha me kodin penal tipikisht, për ju ka qenë edhe është Bibla e punës suaj. Çfarë janë këto ndryshime? Sa të nevojshme ishin për realitetin tonë? Tani, duhet ta ndajmë dy pjesë. Teknika legjislative e përdorur, një, dhe e dyta, jemi dakord për disa nene, për shembull edhe për nenin 293 paragrafi i parë që shtohet, do thotë të japin mendimin ton për këto ndryshime. Konstatohet që teknika legjislative në ndryshim nga kodi penal, po të kemi parasysh që u shpërnda që rodhi nëpër media që u dhanë dhe mendimet, është një teknikë e pranueshme. Pra është një teknikë që ka logjik, sepse kodi penal kishte, domethënë, kodi penal që u propozua për diskutim, kishte mungesë logjike, ngatrim të instituteve penale dhe procedurale dhe vendi ishte tërësisht i paqartë. Tani dalim, pra kemi një teknikë legjislative të pranueshme që kuptohet për popullin. Tani doli vjet ka qenë korrik gusht periudha kur doli. Pra ka pas gabime të rënda në parim atko? Gabime të rënda të cilët bien në kundërshtim me teorinë e drejtës penale të Shqipërisë. Ku e rregulluan? U konsultuan me BE-n? Nuk sot për shembull dhe në çdo vend të botës kur bëhet një kod penal, personat që bëjnë propozime çdo nenet marrin një relacion. U zbor ky propozim për shembull, ka pas nevojë shoqëria për këtë sepse kodi penal përcakton rregulla shoqërore ose veprime në botën e jashtme, të cilët nëse bëhen janë të rrezikshme për shoqërinë dhe ka dënim penal. Pra nuk kisha as lloj relacioni, aty thjesht u shpërnda nëpër WhatsApp që ky është kodi penal u vun para faktit kryer, ndërkohë që çdo nen duhet të jetë i konsultuar, të ketë teknikë legjislative, të ketë një logjik nenet ishin komentar i drejtës penale. Pra ishin shumë gjatë, ngatrohej institutet e drejtës penale, ndryshoshin, pak a shumë i bide që të hyjë ky kod penal në fuqi, do ndryshojë shumë ligje, do ndryshoheshin shumë ligje të tjera, ndërkohë do ndryshojë edhe librat e të drejtës penale në fakultetin juridik. Tani dalim pra në ndryshimet legjislative, kemi një teknikë legjislative, pra një gjuhë më saktë që ta kuptojë publiku, të kuptueshme. Pra ti si avokat sot ose si prokuror kur e merr përpara kod penal e ke të thjeshtë dhe e kupton se për çfarë bëhet. Për çfarë bëhet fjalë. Tani dalim tek neni. Për
për mendimin tim. T'ja lexojmë një moment, vetëm një moment t'ja lexojmë audiencës. Pushimi i mjetit në Karrexhat në rresht të dytë, përveç rasteve kur kemi të bëjmë me 2 mjete me pedal, 2 kilomotor me 2 rrota ose 2 motor me 2 rrota, që pengojnë qartazi dhe në mënyrë të drejt për drejt lëvizjen e automjeteve në shërbim të policisë, zjarfikësve e të ambulancave apo shërbimeve të tjera të institucioneve, blokon tërësisht rrugën, duke bërë të pamundur kalimin e mjeteve të tjera ose shkakton bllokim total të rrugës për këmbësorët, duke bërë pengesë serioze për sigurinë publike, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit. Tani këtu jemi, to kushte. Tani, unë mendoj personalisht, ky nen, domethënë mund të ishte ndjekur më mirë, pra mund të ishte përcaktuar si masë administrative në kodin rrugor. Pra ne, domethënë, sepse çfarë problemi ka? Dhe eksperti e di sepse domethënë në shumë raste, kur ndodh një vepër penale, duhen bërë veprimet e para hetimore. Dhe procedurale si mas kodit procedurës penale. Pra nuk kemi të bëjmë me një gjop që i bën polici një foto, por duhet bërë hyrja e vendingjarjes. Pra mjeti që ka parkuar keq duhet vi policia gjyqësore, të rrethohet vendi i ngjarjes, të vetë sken krimi, vendi i ngjarjes. Ti vjen piket. Ti vjen piket, pra këtu ka parkuar shoferi, këtu është blokuar rruga. Do bëhet këshyria, do bëhen fotot. Të fiksohet mjeti që është bloku, zjarfikësia që është bloku, rruga e policisë që është blokuar. Foto. Prandaj neve e ngarkojmë policinë e shtetit me detyra të panevojshme. Kjo jam dakord që është shumë e rëndë për shoqërinë. Kur një makinë parkon tek vendi ambulancës, kur një makinë bëhet pengesë, domethënë duke kryer veprimet domethënë se bëhet një përshkrim i nenit, pra është parkuar në një vend që bëhet pengesë për sigurinë publike. Shumë bukur, mund vetë një gjobë e lartë, në rast se është në përsëritje mund të shkojë deri në konfiskim të mjetit. Por do ishte mirë të ndryshojë kodi rrugor dhe të kalonte në penalitetet të rënda deri në konfiskimin e mjetit. Pra do ishte më mirë që ne sa të bëjmë këto veprime hetimore për të dënuar personin, neve personit duhet t'i dënojmë xhepin. Sa ja shtojmë punën prokurorëve tani të merren me këtë çështje? Kjo i shtohet puna prokurorëve, do shtohen të paktën në Tiranë. Në Tiranë mund të kesh mbi 10.000 procedime do i shtohen prokurorisë së Tiranës. Sepse është çështje fakti. Do kesh 10.000 qyre vendngjarje. Do kesh këshyret e vendit ngjarjes, sepse do ta dokumentosh nesër, sepse dokumentimi, mjetet e kërkimit provës janë të përcaktuara në kodin e procedurës do ta dokumentosh. Ai ka rrezik me një proces verbal polici çon kohë burg. Neve flasim ligjit, siç është ligji. Skandaloze. Ne siç është ligji, ligji është ndodhi ngjarje, pa kjo është vepër penale me vendngjarje. Është si aksident. Ndodhi aksidenti, ti është çështje fakti. Ka ndodhur ngjarje sepse duhet fiksuar vendi kryes veprës penale, sepse vendi korrespondon në rrugën e ambulancave, korrespondon sepse është e përcaktuar. Shiko, dakord jam. Pushimi i mjetit Karrexhat në rresht të dytë, që pengon lëvizjen e automjeteve, por nuk e përcakton që është kalimi, është rrugë. Tani, problemi është i tillë, ta thash një herë, që të përcaktohet vendi se ku është, duhet vi oficeri i policisë gjyqësore në vend ngjarje, të bëj kthyrën e vendit ngjarjes, që të përcaktojë që ky mjet është gjetur në filan vend. Është njësoj sepse kjo është vepër penale me vend ngjarje. Pra duhet që mjetet duhet të jetë me vend ngjarje. Po duhet të jetë. Po duhet të jetë se s'ka se ti ndryshe. Dhe duhet të konstatohet mjeti, të bëhet kthyrje dhe të rrethohet vendi i ngjarjes. Konstatohet mjeti që është pengu, po do pres zjarfikësia aty. Do shuj zjarrin sa ndërkohë që kjo shumë mirë mund të ndiqet me proces verbal në mënyrë administrative dhe mund të jetë gjop shumë e lartë. Pra gjoba sa dënohet penalisht mund të jetë në mënyrë administrative, të jetë gjop e lartë 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Po. Dhe gjoba tjetër gjoba të larta, tjetër për mua të larta, ose të a parkove keq, që nesër ti djegësh xhepin, se sa të vesh prokurorin lëvizje, do rritet puna e prokurorisë, do rritet puna e policisë shtetit, sepse do vinë në vend ngjarje, do konstatohet, do bëhet, ndërkohë që një polici rrugor s'ta konstaton faktin, të vetë gjoba, se sot gjobat janë shumë sakta, i vet, po të vesh re, çdo punonjës policie të vë foton. Pa e ke edhe me foto. Por po të bëhen veprime procedurale si mas kodit procedurës penale, ne rrezikojmë që t'i ngarkojmë dhe një punë tjetër, sepse policia e shtetit i kemi lënë mbledhjen e çadrave në plazh, po të keni parasysh del policia e shtetit. I kemi lënë ato ndërtimet pa leje.
i kemi lënë kontrollin e territorit. Ndërkohë që ne kemi probleme tjera, policia e shtetit duhet të jetë e angazhuar në vende të cilat ka nevojë për siguri. Dhe siguria e qytetarëve sot jeta dhe shëndeti. Pra, siç diskutojmë në përngjarje Andi që ndodh vepra kriminale, ndodh gjëra, ndodh vrasja, autorët nuk kapen asnjëherë ose largohen të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, ndërkohë ne në vend të trajnojmë që si të kapen autorët, ne merremi me diçka që shumë bukur mund të ndiqet administrativisht dhe të dënohet në mënyrë administrative me një gjop të majme, që personit mos ta përsërisë më këtë. Dhe madje tjetë dhe titull ekzekutiv, që të vetë në ekzekutim menjëherë, edhe i mbahen nga paga, i mbahen nga rroga, nëse s'paguhet i konfiskohet mjeti dhe shteti merr mjete të reja, pra rritet numri i mjeteve. Kjo është një diçka pozitive. Faleminderit Karamxha. Rexhepi, si e pe këtë ndryshim tani? Kjo për mua, se pak diskutuam dhe herës tjetër, është një skandal i madh. Unë do ta shoh në anë të kundërt. Atëherë një polic në respekt një policëve të çakullimit duhet shpreh diçka që më kanë kërkuar me lejen tuaj. I mirëpritur. Policëve i kanë hequr ushqimin, rreth 100.000 lekë. Ata sa e morën? Prit, ja kanë hequr ushqim, ja kanë vënë në shtesë 100.000 lekë, po ky 100.000 lekë që tatohet. Po pse me ile me nën punë si tanto punojmë ne? Hiqet 20.000 lekë shkej 100.000 lekë. Pra praktikisht ja kanë ulur. Nuk e di atë pëlqeu, thjesht më duk pikante. Jo, bëre shumë mirë që e the. Domethënë i kanë hequr 20.000 lekë, se po tregojnë ata 100 merrshin ushqime, tani i marrin rrog dhe në respekt gjithë atyre që lagën shije lodhen. Po mirë tash. Por një domethënë në sa vakte ndahet në 25 vakte, ky 100.000 lekë tash ti ja i dhe 20 një javë hoqe, një javë buk i kequr, një javë buk policit. Po pra. Tani kjo është skandal, qofse është kështu. Është në kapë rrugë, kanë vetë se shohim që jemi zë. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, me këtë që tha Rexhepi, drejtoria e përgjithshme nga Xhepi, ma shpreh shqetësim real. Po kam gabim vjes domethënë. Të reagoj se ç'është kjo nga 100.000 lekë i merr dhe 20.000 lekë. Ja më ata ton ke rrogat ato. Të reagojnë, domethënë dhe Ministria e Brendshme dhe drejtoria e përgjithshme për këtë çështje. Tani kjo pjesë ishte që domethënë në respekt atyre që punojnë të gjitha, po një polic merr atributet e mbigjyqësore, domethënë. Të dënon me burg një polic çarkullimi aty direkt me një cop letër, domethënë. Kjo është e tmerrshme dhe e frikshme. Sepse unë mjafton të rekrutoj, po xhiroj gjithmonë logjikën mbrapsht. Folëm respekt për punonjësit që punojnë të gjitha, unë mjafton të ndërhyj ose minë rekrutoj një polic dikë që e ka minat, mbaj tërë ditën kontroll, u parkua diku keq. Do marrësh një buk, do ndalosh një moment. Iku në burg. Është jashtëzakonisht e tepërt, po e tepërt. Tani çfarë problemi ka kjo puna burgut? Kjo puna burgut ka edhe një tjetër. Mos vallë duan të ndalojnë protestat e qytetarëve. I bie që me këtë teorinë e burgut, që tërë ata zëtoristët e Athinës që bllokuan rrugën në autostradën do ishin në burg. Me gjas po. Me këtë lloj legjislacioni. Pjesa tjetër për mua që është më e gjerë që duhet trajtuar, nuk kemi pse i hedhim as policëve as qytetarëve ngarkesën dhe mishmashin që ka bërë bashkia në qytet. Nuk ka marrë masa për qarkullim, nuk ka marrë masa për zgjerim në rrugëve. Mirë bëj që ndërtohet, Tirana zhvillohet. Zhvillimi është diku mirë, diku çka, diku shumë keq. Po për këto hingat e autostradave, kush më përgjegjësi? Që bëhen të pandrejshme. Se këtu dhe ndërtim gjitur aty. E bën Durrësin me 6 korsie dhe shumë mirë që e bën. Po ai 6 korsie do vi prap si punë shishes. Në Tiranë hyet me 2 pastaj. Kur hyet për në dalje fare me 1 fare aty kur del. Kështu që ç'vlerë kishte kjo 6. Pra gjithë këtë çrregullim, mos marrë masa për parkim se të lutur mësh nuk janë qytetarë tani që parkojnë dysh. Dysh parkon një rrugaç vagabond që nuk llogarishtetin, që nuk themi që gjithë qytetarët janë të tillë sepse ka zotëri domethënë. Qytetarët që e njohin ligjin dhe respektojnë. Një edhe gjithë për momentin, hajde ndahet i kanë ndaluar për momentin. Po i patën zë rrugën ke ambulanca. E lagjës. Aty, ose ke spitali. Spati vend ke spitali e parkoj dysh, do çoj tjetrin të smur. Si në burg, jam totalisht kundra kësaj. Mbështes teorinë që tha Ervini, po jo direkt me kputje maksimale të gjovave. Pa isën me laptopa policët, e ke për herë të parë, po them 30.000 lekë, të doli dyta 300, e treta 900, e katërta e tjetë 100.000 euro mjeti aty, pagu një dhjetë që të nxjerrësh, e nuk e bën më. Por ndërkohë duhet marrë masa dhe madje kur është ngrit problemi i qarkullimit, një nga propozimet që kam bërë dhe
paktën punojës të qarkullimit të Ministrisë ishin, që duen ullur në mënyrë drastike parkimet me pagesë. Jo flas për parkimet në taksore, për parkimet që i administron bashkia. Sepse ulja maksimale e atyre do të bënte që qytetarët, domethënë ta kishin më të lehtë parkimin, të gjenin vend parkimi. Sepse ato zona ngelen o të mbuluara, o të zbuluara, se nuk nda mendje 2000 lekë parkoj natën atje, domethënë ke pika e parkimit, për nëse e ul këtë se ti nga një ani do të ardhurat, e ke zënë tërë qytetin. Nga ana tjetër i thua mos u parko dysh, shkurt jam kundra me këto argumenta që thash, nuk jam fare dakord dhe ti vën gishtin kokës, se mund të ketë vetëm konotacione negative. Pastaj duhet të fishuar si kapacitet policia. Se duhet një polici gjyqësore se ajo duhet bërë me vendngjarje, ti do vërtetosh cila makinë u bllokua. Do po gjën. Pastaj kush na që nga e rëndësishëm, kush është i rëndësishëm, kush ka edhe diçka tjetër, duhet hetohet kush është shoferi. Sepse pronari i makinës mund të jetë jashtë territorit të Republikës. Po makina në qira, si bëhet, bravo, shumë e bukur. Pas ka hetim kjo do hetohet shoferin kush e ka dhënë. Po se do nisi kjo punë, do hetohet, ky është problem. Pa ka prime mos bëjmë kështu, e tham drejtori përgjithshëm dhe burrat i shkojnë brava. Drejtori përgjithshëm një bën ligj, ky është problemi tani. Po pikërisht pra kështu nuk duhet të ishte gjë me 85 vota. Po kështu pra neve diskutojmë ligje që energjisë që kanë vetë njerëzit edhe 74.000 euro, 80.000 sa merr ai tigri, pantera aty në Vlorë që nuk diset. Edhe tjetër për 3.000 lekë shkon brenda tani nuk burg, ç'është kjo burg? Po burgu ka koston një taksa duhet taksat e mia. Mirë, ne folëm pak ditë më parë edhe vetë kryeministri tha që kemi problematik shumë me burgjet, shumë të burgosur. Tash me këtë ne synojmë ti mbushur. Të gjitha burgjet e BE-s që janë bërë për shqiptarët jashtë, të paktën këtë e di mirë, i kemi populluar me shqiptar, prandaj nuk financojmë. Edhe para nuk jam shumë dakord që financojmë për burgjet, financojmë për shkolla, për gjëra tjera, për spitale. Për kaq shumë burg. Është problemi. Të gjitha burgjet që janë financuar një burg tjetër para pak ditësh. Po pra, mbyllen së di hapën Shqipëri. Se ja bëjnë jetën të lehtë qytetarëve. Bëjnë letë kurse këtu po janë nxjerrë jetën. Po, heqim familje nga puna, heqim gardianat që. Sepse po e marr një rast teorik. Personi po të çon fëmin në punë, në shkollë. Po. 2 minuta ndalon është boku, mund t'i çajë aty gomë, nuk kanë lëviz dot më mjetin nga aty. E bllokohet. U kry vepra penale, ai është një i punojës. Po dënu me vendim penal ai do lidhë vend e punës. Dhe nesër do detyrohet që të emigrojë. Jo më ta kthejmë një oficer policie, po ikën për vendngjarje i plasi gomë. I plasi gomë ngjë. La makina aty me taksi ka ndodhi vrasje. La makinën mori taksi shkoi për punë aty. Tash ta fusin burg që lahet makinën dysh atje. Pa kemi shumë. Do hetohet pra ka shumë etimes, është si ngjarje, kush ishte shofer, si hyni. Është tepër mbi të tepërt atë. Është tepër mbi të tepërt. Unë ngre flamun e kuq me njërit e mia që kam domosdoshmë. Nuk besoj se qytetarët janë. Jemi shumë dakord për ndryshime të cilat sigurisht i vinë në ndihmë qytetarit shqiptar, i vinë në ndihmë lehtësimit të jetës sociale të një qytetari, sigurisht kërkojmë disiplinimin e të gjithë akseve rrugore, nga shoferët papërgjegjshëm, nga ata që ti paraprim planet urbane, treshe të tjera me radhë, por kur gjëja çalon diku tjetër, nuk do duhet të shkojmë godasim qytetarin se problemi është diku tjetër. Ata lacat në këto makina të cilët parkojnë si duan ata, 2, 3, 4 kur ka dhe vende pak më të gjëra siç është Tirana, ata për një javë kanë bërë shtypje, siç ka treguar historia, i disiplinon. Ne ndalemi tek një çështje tjetër. Të lutem. Patjetër mund ta shtosh Karanxha nëse ka diçka, patjetër ndjes. Duhet kemi parasysh diçka, duke qenë se kemi të bëjmë me vepra penale dhe jo administrative. Po, mbas në 30 funksionet e policisë gjyqësore, thuhet që çdo veprim procedurial duhet bërë nga oficeri i policisë gjyqësore dhe jo nga agenti. Jo nga polici rrugor pra ose. Po, do vi oficeri i policisë, pra duhet, domethënë, më kupton çfarë? Koha fizike që do duhet janë veprimet absolutisht pavarëse kur bëhen nga jo kompetenti. Pra, sepse e thot në mënyrë qartë. Funksionet e parashikuara paragrafat 1 të bëhen kryen nga oficerët e policisë gjyqësore, pra jo agent, sepse policia gjyqësore ndahet në agent dhe oficer. Vetëm oficerët duhet bëjnë veprime procedurale. Okej, domethënë do të vi nga prokuroria, nga gjykata, duhet vi se agenti mund të përdoret si dëshmitar, po veprimet procedurale. Çrregullim dërgor që s'doja dalin dot. Atë kjo do i çojë drejt kolapsit, ose do rritet numra do rritet numri. Kam përshtypjen do ta ndryshojnë këtë. Prap, nuk do ta mbajnë shumë gjatë, ose do ta lënë një nen që nuk do ta fusë parë. Po jo, se kam për të dënuar vetë deputetët. Po, kam për të dënuar vetë ti. Rrugë Kuvendit po. Se kishte edhe një paragraf. Kur cënohen komësorët. Po.
tu kalu para parlamentit. Për trotuar jam dakord, po jo burr. Trotuare që zën rrugën. Karandra është e bukur se te kuvendi, po te kuvendi janë gjithë deputetët që ose shkakton bllokim të rrugës për këmbësorët. Aty është rrugë këmbësorëve. Se është rrugë biçikletave. Po dhe aty me gjop, në trotuare që na parkohen para shkallëve. E ke vepër penale, po aty gjop i ve gjop. Ta arrestojmë deputet në flagrancë, domethënë. Ta arrestojnë në flagrancë për shkeljen e rënd ligjit. Po, kundravajtje për rrugore. Na bëjë skalojmë dot i lëna çfarë përsa. Kjo është Shqipëria jonë. Bëjnë dhe ligjet mira, se ka dhe ligjet mira kodi penal. Të paktën për gazetarët në dukje ishte një ligj i cili i mbronte. Të paktën çfarë është kuptuar se analiza mund të jetë pak më e gjerë, i mbron edhe nga shpife, i mbron nga kanosja, nga dhuna dhe jepet një status gazetarit që për këtë media sigurisht është falenderuese nëse do të funksionojë e tillë. Pastaj nëse ka kleçka mbas sa historie, do duhet parë se historia çka nuk ka treguar në Shqipëri. Ndalemi tek çështja tjetër, të lutem më kalo pak regjia me shkresën e Niko Peleshit, kryetarit kuvendit sot, i cili kërkoi që mbledhja e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve të shtyhej për sa i përket shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe hapjen rrugës për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sot pra, përshtyrja e mbledhjes të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetit në mbështetje të aq e kaq thot, si dhe duke marrë në konsiderat se në mbledhjen e parë të Këshillit të zhvilluar në 19 dhjetor, deputetë antar të këtij Këshilli kanë kërkuar që shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për dhënien e autorizimit nga kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë të deputetit ministrit zëvendës kryeministrit nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit, të lidhet me marrjen dhe vlerësimin paraprak të vendimit përkatës të gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimarrës të plot objektiv dhe në përputhje me parimet kushtetuese me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullsisë kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimarrjes kuvendit. Mbledhja tjetër do të thirrë dhe do të njoftohet në një tjetër datë. Tani, sërish jemi në çështje ligji Karandra dhe po nisë edhe me ju, ndërkohë që përgatitet Rexhepi për të analizuar edhe më tej këtë çështje. Dy orkesa të ndryshme. Njëra që shkon në kushtetuese për pezullimin e Ballukut, që kushtetuesja ka të drejtën e saj ta shqyrtojë, ta rrëzojë apo ta miratojë si kërkesë. Dje njoftoi që ju duhet më shumë kohë. Ndërkohë u shty mbledhja e Këshillit të Imunitetit. Tani kjo një tjetër kërkesë për arrestimin. Ç'lidhje ka kjo që ka shkruar kryetari i kuvendit në këto dy kërkesa? Ma shpjegon dot? Tash, e para që kemi thënë dhe tjetër, po e them shumë shkurt. Kjo tregon edhe një herë ligjet që bëhen nga Kuvendi i Shqipërisë, ligje dobta, të cilët krijojnë konflikte kushtetuese, konflikt mas konflikti. Pra, nga një konflikt që do na lindi tek parkimi dysh, edhe kjo rast tregon për një paqartësi totale të mjeteve të kërkimit provës dhe të masave të sigurimit që duhet të shkohet në gjykatë. Në kuvend. Pra, për çfarë masa sigurimi do të shkohet në kuvend? Pra, kjo tregon një herë, domethënë, edhe me parkimin, por që në Shqipëri bëhen ligjet brenda natës, bëhen shpejt e shpejt, të jemi në rregull me ndërkombëtarët, ndërkohë që jemi në rregull me veten tonë. Tani duhet bëjmë një analizë të dyja kërkesave. Pra, kemi kërkesën e kryeministit që është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe kërkesën e SPAK-ut drejtuar kuvendit për vendosën e masave të sigurimit me karakter shtrëngues, heqjen e imunitetit. Jo, duhet kemi parasysh imuniteti është kërkuar autorizim për arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Dhe veprime procedurale, kontrolli banesës që s'ka as i vlerë domethënë. Okej. Të bësh i kontroll banesë që do ashtu e ke pastruar shtëpinë i 100 herë. Iku dhe vera, iku. Po iku dhe vera sepse ne kemi tash sa të presim sa prit gomar mbi bar. Por nga kush po e pi edhe vera. Tani diskutohet. Kryeministri i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të bërë interpretimin e marrjes së kompetencës, nëse është marrë kompetenca apo jo e kryeministit duke pezulluar organet gjyqësore, një ministër ose zëvendësues ministër në detyrë. Gjatë debatit gjyqësor, po të kemi parasysh, u ngritën pretendimet e palëve. U vure që gjykata që kishte caktuar masën e sigurimit nuk mori pjesë. Sepse gjykata shpreh gjithmonë me vendime, nuk mund shkojë te një dhe në emër të Republikës, kështu që dhe në emër të Republikës. Pra, domethënë, të dyja janë në emër të Republikës, domethënë dhe gjykata kushtetuese, domethënë kishte një konfundim dhe me drejt gjykata e GKK-s nuk mori pjesë me atë. Tani u diskutu nëse ka apo jo marrjet kompetenca dhe e dyta,
janë marrë kompetencat e kuvendit për sa i përket masës së pezullimit nga detyra. Kjo është. Dalim për kërkesën për arrest. Kërkesa për arrest është tjetër objekt, është tjetër kërkues. Pra janë kërkues të ndryshëm. Këtu është kryeministri për marrjen e kompetencave, këtu është SPAK-u, i cili ngren pretendimin, bën kërkesën sipas nenit 288, nenit famshëm, nenit të gjymtuar, i cili kërkon heqjen e imunitetit për zonjën Balluku dhe konkretisht për arrest shtëpi dhe arrest në burg. Tani jemi këtë kërkesa, shiko të shohim të vendimin. Tani, pra, thot kuvendit shohim çfarë do thot kushtetuesja për pezullimin, pastaj të themi ne për imunitetin. Këtë unë tash realisht nuk e lidh dot. Edhe u fal për ignorancën. Tani çfarë analizë bëjmë ne? Bëjmë analizën e parë. E pranoj kërkesën e kryeministrit. Okej. Shumë bukur. Vendosi thotë që GKK-ja nuk ka drejt ta pezulloj. Po themi. GKK-ja thotë duhet merrte autorizim në kuvend. E zon. Shumë bukur kjo masa. Tani çfarë do bëhet me këtë tjetër? Se logjika e do tani, se deduksioni logjik thotë që shikose, po thanë ata të japin drejt kryeministrit nëse japin imunitetin. Këtu na çon logjika? Kjo logjik, neve e para herë ka një problem tjetër, sepse nuk e di vendimi do jetë i zbardhur apo jo. Do jetë i zbardhur. Sepse nëse shpallet vetëm shkurtim vendimi, sepse zakonisht shpallja është shkurtim, si fillim bëjnë shkurtimin e vendimit, pastaj deli arsyetuar mbas një muaji i gjithë. I bi që ne të presim sa të vi i arsyetuar, sepse ai mund të arsyetojë dhe kanë afatet. 30 ditë kanë nga momenti i seancës plenare. Por pa nga shpallja. Nga shpallja kanë 30 ditë. 30 ditë. Pra ne jemi sot, domthonë jemi ndjeni që nuk është shpallur akoma. Pra kemi deri 30 ditë dhe i bi që prokuroria që po heton një çështje penale është ngërç, sepse ka qenë në dhjetor që ka kërkuar. Po ikën janari, po ikën shkurti, po ikën marsi dhe tani a ka efektivitet ndjekja penale. Dhe mendimi im kush është, duke qenë se është vendosur masa pezulluese, pra që në fillim prokuroria kur ka caktuar masën, ka kërkuar masë pezullimi dhe është vendosur nga gjykata, ka pasur parasysh parimet e proporcionalitetit. Pra masa në raport shkeljen me rrezikshmërinë e personit të veprës penale, rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Duke pasur parasysh se zonja Balluku është prind, është prind që ka në varësi fëmijë të mitur, domethënë është pra shmuar drejt, për mua pezullimi është i drejtë. Përballje personalisht nuk jam për mas arrest në burg. Pra nuk jam edhe sot për shembull, nëse jepet do isha i menimit të jepet një arrest shtëpie. Arrest në burg, domethënë edhe nëse domethënë kalon procedurë kuvendit, nuk jam për arrest në burg. Siç kam marrë praktikën personale, dhe të rastit zotit Velie është tepruar me arrestin në burg. Siç veprohet dhe me qytetarët shqiptarë që po kalën në burgjeve, për nëse po e themi për zyrtarët e lartë dhe po lëm jashtë dorë po qytetarët. Siç po ngrem zërin dhe për atë nën kodit penal që do fusi qytetarët në burg, i vit burg, pra neve po i mbushim burgjet plot. Pra burgu duhet të jetë përjashtimor. Në një demokraci, depenalizimi tregon një rritje të demokracisë tek njerëzit, rritje të edukimit, sepse njerëzit nuk bëjnë më vepra penale. Neve konstatojmë të kundërtën. Neve i kemi mbushur burgjet plot me masa sigurimi represive. Prandaj, mendimi im këto dy masa nuk kanë, domethënë dy, duke qenë se një është kërkues kryeministri, këtu është kërkues SPAK-u, me vendim që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Por duhet parë do kuvendit i lidhi tani. Do kuvend tani arsyetimi i vendimit, mendoj kjo ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese kjo. E ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese, sepse po ja le, domethënë të gjitha sigur, domethënë gjykata kushtetuese ka vetëm një objekt, pezullimin, nuk ka lidhje me këtë, me arrestin e kërkuar nga ana e SPAK-ut. Pra kuvendi me këtë që ka bërë sot duke sigurisht le topin kushtetueses që i thotë që shiko se kemi këty shpresën tani, unë them që çfarë do vendimit marrë gjykata kushtetuese, si ta pranoj kërkesën e kryeministit, si ta rrëzoj, nuk ka lidhje. Pra neve duhet të jemi dhe parlamenti duhet të jetë i kujdesshëm, pra duhet edhe parlamenti duke qenë se ligjvënës, duke i dhënë mos vendos masën ekstreme për zonjën Balluku, pas duhet vendos, pra veti si kuvendi, do të thonë duke bërë dhe për të tjerë, jo vetëm për Balluku, po për gjithë, që politika jon penale është që njerëzit mos arrestohen dhe jep vetë. Ndërkohë që duhet parë dhe diçka tjetër, se nëse bëhet për zonjën Balluku dhe nuk bëhen për qytetarët, kjo nuk ka ku shko. Është premtuar një amnisti, duhet ta dalë.
nuk, do të thonë ka qy para vitit 3, jo do bëhet amnistia dhe nuk po del. Historia ka treguar që nga marsi nga prilli përfundohet. Atëherë, nëse del amnistia nga marsi nga prilli, Ministri i Drejtësisë duhet bëj një relacion të detajuar pse janë mbushur burgjet shqiptare plot me shqiptar. Në vend këta qytetar, këta meshkuj vital tjenë në shtëpi, këta rrinë burgjeve. Kupton? Për ndonjë cigare ashash. Faleminderit Karanxha. Do rikthehem sërish. Rexhepi, se i bëri një shpjegim nga pikpamja ligjore. Në fakt edhe unë jam i mendimit që këto nuk konvergjojnë fare me njëra tjetrën, domethënë. Tjetër gjë është kërkesa e pezullimit, madje që të jemi ndershëm në strategji, unë e gjykoj, domethënë, e para njerë në një farë kuptimi, zonja Balloku tregoi që është peshë e rëndë brenda qeverisë. Dhe ndoshta ato përshpëritjet konfirmohen, domethënë. Jo, po i ka thënë Ramës të marrë me vete, edhe sepse po shihet që po bëhet një luftë e madhe, luftë që nuk është bërë as për Samir Tahiri, as për emra të tjerë përpara. Dhe nëse është bërë në mbrojtje, është bërë shumë me delikatesë. Shumë me delikatesë, domethënë. Për shembull për Ilir Beqen që u dënua për shfrytërim fondesh europiane, gjë që s'mbyllesh dot, e këto pjesa e pasaj këtyre desinfektime e tjera nuk u prek fare. Tash në lidhje me zonjën Balloku, unë mendoj që taktikisht edhe stafi i saj nuk procedoi mirë, se kjo ndoshta arriti edhe le themi, më thonë se agresivitetin ligjor të SPAK-ut. Qenë se ti nuk pranon largimin, pra edhe fakt kjo taktikë u përdor dhe Merion Velin dhe ju shtuan, e kanë si duket ndoshta taktike timore. Megjithëse po pranon pezullimin, ne po dalim me kërkesë për arrest dhe po vëm disa prova që kuptohet nuk i kanë parë me kokra, njerëz të certifikuar, po flitet që ka goxha material. Në gjykimin tim, dakord, unë e pranoj që ndoshta gjykata kushtetuese janë në presion, por duhet të ngrihen në lartësinë e detyrës. Kemi pas detyra shumë më të ulta, pra që represioni mund të ishte shumë më i lartë, sepse ti je antar i gjykatës kushtetuese, duhet matet kush të bën presion. Ose ti s'je në rregull, që janë antarë kushtetues pa diçka të dinë, ose nëse janë rregull, ai që të bën presion ty duhet të jetë baraz me Zotin, pra nuk duhet të jetë në gjendje njëjtë të afrohet, sepse të ka dhënë shteti, të ka dhënë qytetarit të drejtën që të analizosh ligjet, të rrëzosh ligjet, të shikosh kushtetueshmërinë. Plus pasaj do të shtoj edhe një lidhje me atë që tha Ervini, mungon dhe shumë kodifikimi i ligjeve. Ka qenë një sektor nuk e di as më për kodifikimin e ligjeve, pra si procedojnë në raport me njëra tjetrën. Unë e kam thënë edhe një herë këtu në studion tuaj, për mendimin tim edhe po e përsëris prapë që stafi ligjor bëri gabim, por nuk ka pse të punojmë me dy standarde. Ndoshta ka nevojë për ndryshime ligjore, një oficer madhor me fillimin e hetimeve pezullohet direkt nga detyra. Pse su pezulloga zëvendës kryeministre? Për më tepër nga një gjykatë speciale. Me fillimin e hetimeve në gjykatë zakonshme, një oficer madhor largohet automatikisht, ose kështu ka qenë paktën automatikisht nga detyra, pezullohet në fal dhe rikthehet nëse mbyllet hetimi dhe merr pavajsinë. Kështu që kjo praktik duhet ndigjesh dhe për të gjithë deputetët. Dhe faktikisht disa thonë që deputeti është imun, për mua nuk ka imun para ligjit. Nëse kthehemi për barazi para ligjit, do të thotë që askush nuk është mbi ligjin, pastaj për të mos. Zoti Braçe tha sot paktën nga çfarë lexova që lexova diçka që zonja Balloku për sa kohë është në hetim, është pa imunitet, në kuptimin je në hetim nga institucion drejtësie. Që praktikisht logjike koncepti imunitetit bie. Kështu që sa kohë në hetim. Pjesa tjetër pasaj që s'po më pëlqen, edhe kjo vonesa tash. Pra po kthehemi ke ngriha në lartësinë e detyrës, çka ka aty unë me noatin profesionale i kuptoja që në të folur kur drejtonin pyetjet kush ishte pro dhe kush ishte kundër. Reflektuan, ëh? Sepse bënin ca pyetje lëpirëse kështu në njëri që gjithsesi kështu që të çonin kanal aty, domethënë te kanali që duhet jetë jo, disa pyetje bëheshin te kanali që duhet jetë po, domethënë e artikulonin në atë formë, kështu që e diskutoja atë mosdhënien e aprovimit, për mua do jetë e rëndë, sepse jo për faktin që sepse ajo mund të jetë parimore mosdhënia e aprovimit, por mosdhënia e aprovimit Parlamenti do pateric, pavarësisht se do të koordinojë me njëra tjetrën, që të motivojë dhe rrëzimin e kërkesës së zonjës Balloku. Pra, mosdhënia e aprovimit për pezullim do shërbej patericë e paligjshme për Parlamentin për të rrëzuar. Edhe këto shtyre. Tash me shumë drejt aty ka shumë jurista si nga posita, si nga opozita.
Pra të shtyrin të kërkojnë ta penalizojnë kryetarin e parlamentit akushim me këto vendime shtyre. Që janë këto shtyre, këto janë situata shumë emergjente. Në kuptimin që... Kuptimin e timor në raport me Spadën. Timor, kështu që mendoj që tash edhe ne në punë kemi që nuk intensiteti për një vrasje nuk ishte baraz me një thyrje xhame, domethënë, ja kështu ishte. Edhe kjo punë kështu është, domethënë, ngjarje shumë e rëndë. Një herë rrethohesh gjykata lart, historiera, një herë shkohesh për vizitë. Ilir Meta kryeministri ishte çfarë ishte, domethënë, tani janë këto presionet shumë indirekte, po që thash, ti je gjyqtar kushtetues, duhet ta mendojnë kur shkojnë, po shkojnë atje, nuk duhet shikojnë as majt as djallës. Takimet e BE-s edhe të SBA-s që ishin kushtetuese, që ishte Silvio Gonzalez, ambasadori i BE-s edhe Nancy Van Horn e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane këtu në Tiranë, mendon se do t'i japin efektet e tyre? Mendoj se kanë lëvizur nuhatja, jo informacion në drejtimet kundërta. Mendoj se takimi amerikan është projekti i setimit. Mendoj, jo se kam informacion, ndërsa Europa duhet ndoshta edhe për një zbutje retushim të situatës. Ndoshta mund të jetë kjo, sepse kanë politika të ndryshme, kanë qasje të ndryshme. Janë hapur ndryshe njëherë, po prishet NATO-ja me Trump si kanë raportet mirë, edhe në rinë ironizojnë gjithë kokat e BE-s, tek e fundit. Çudi nuk është edhe është reflektojnë qëndrimet ndryshe. Është në drejtën e vet sepse ka 70% të fondit të NATO se nuk ka pse mban kuris, po s'duhet t'ja hyj asaj. Brenda BE-s ka përplasje, po të kemi parasysh dhe me lëndët e para që janë rritur çmimet e lëndët e para dhe vështirësinë e jetës. Edhe kinën që përmendi kryeministri, përmendi edhe presidenti francez. Për shembull. Qartë, po më mërzisni Redin që bën jashtë kontrollit kur diskutojnë këto tema se më hyn në gjëra politike dhe nuk do t'ja marr Redit kompetencë. Ishin debatet e fundit. Janë debate që sigurisht jo ndoshta edhe mund të reflektojnë në politikën e brendshme shqiptare dhe është krejt normale të reflektojnë edhe këtu në një vend kaq i brisht i yni kur interesa e fundit që erdhi e bëri Shqipërinë brillant tani mbas gjithë këtyre incidenteve, nuk kemi si ishte Marta Kosi, zgjedhjet e lira të ndryshme. Sepse duhet kemi parasysh edhe diçka para se. Po, faleminderit se i thash Xhepit. Bashkimi Evropian në Shqipëri, po të kesh parasysh, është shumë formal. Ç'kuptojmë formal me problemet e Shqipërisë. As pak ekzekutive, drejt. Gjithçka është një raport që gjithmonë i korrespondon një vitit më parshëm. Ndërkohë se po flasim për drejtësinë këtu në Shqipëri, asnjëherë nuk dalin problemet e drejtësisë. Për shembull, po marrim te ligji, se duhet dalim konkretisht. U tha që parkimi dysh është orientimi i Bashkimit Evropian, sepse kështu na konsultua me BE-n. Ç'është kjo konsult? Tash a mund të na sqarojnë në çfarë vendit BE-s që ta dim paktën edhe ne, që parkimi dysh, që të paktën për njohuri, sepse kur bëhet një ligj, bëhet në radhë të parë bëhet për drejtën e brendshme, masanej për drejtën e BE-s. Ne shohim interesin kombëtar, më pas interesin ndërkombëtar. Dhe duke pasur parasysh që evropianët gjithmonë e kanë zakon të mbulojnë gjërat, ti kalojnë hajde se mbyllen me kalimin e kohës, në Shqipëri duhet dalë problematika me sistemin gjyqësor, me bërjen e gabuar të ligjeve, sepse këto ligje të bëra shpejt po na sjellin vërdall. Amerika u ngrit për reformën e drejtësisë, a është ngrit që Europa? Jo, Amerika është financuese. Pati vrejtje për reformën e drejtësisë, në drejtësi pati. Po, pati disa kongresmen. Është nga financuese. Dëgjuat gjë nga Europa, me që jemi te para kalimit dysh, kur kam qenë në aeroportin e Frankfurtit, nuk e njihsha gjuhën gjermane, kuptohet, edhe më mungonin këto gjetonat e vegjël, më mbaruan domosdoshmë disa herë dhe pyesa te kushëri në derën kryesore. I thash nëse nuk arri domosdoshmë se ishte me faturë, nuk komunikoj me njerëz, çka kam bërë tani. Futi lekët e linje orarin ke fshisja xhamit, tha 12 euro gjoba. Pra tash raport Frankfurtit 12 euro gjoba. Ky thot burg tani, hajde mandani këtë pjesë. Se parkove te Urelanës, burg se parkove te Urelanës, sipër Lanës. Debat anë këtë debatin e bëm. Kam dhe një pyetje tjetër unë tek çështja Balluku Karanja. Po çfarë ndodh? Se po marrim raste hipotetike. Sepse do t'i marrim raste hipotetike sepse edhe mund të ndodhi. Në raste kushtetuese vendos pro kërkesës kryeministrit, Balluku nuk do duhet pezullohet dhe tjetra kuvendi vendos që imunitetin e Ballukut mos ta heqë. E ka patarica atë, por prandaj po vonon. Çfarë ndodh kur bashkohen të dy raste? Duhet kemi parasysh një diçka. Në rast se kushtetuesja vendos që kjo mas sigurimi duhet autorizimi i kuvendit se do ta zgjidhë këtë punë, si te rasti i zotit Berisha, e para nenin 288 kodit procedurës penale. Duhet të bëhet një ndërhyrje legjislative, siç bëhen këto ndërhyrje, duhet saksohet.
Nenet duhet saksohen nenet jo vetëm për masat e sigurimit që duhet autorizim kuvend, por dhe mjetet e kërkimit provës të jenë të sakta. Për çka kontrolle, se janë disa lloje kontrollesh. Është kontrolli personal, është kontrolli i automjetit, është kontrolli i banesës. Duhet të saktësohen në mënyrë të jenë të sakta që të mos i lesh ekuivokës ose të mos lesh dyshime për mënyrën e procedimit penal për zyrtarët e lartë. Pra, edhe në të ardhmen duhet rrugullu ky nen. Pra, duhet gjithë zgjat mos lejnë gjërat për momentin e fundit. Duhet di kryeministri, ministri, deputeti për çfarë mjet është procedurale, për shembull kur vihet për kontroll banese duhet shku në kuvend apo jo, kur sekuestrohet telefoni, duhet ta di në mënyrë të qartë sepse imuniteti është i objekti i kërkimit do të jetë i qartë. Duhet të jetë i saktë, pra duhet të jetë ky nen ose mund të shtohet edhe, po jo, i neni duhet të jetë i saktë, mjetet e kërkimit provës dhe masat e sigurimit që bëhen. Siç është bën nenet e tjera. Kjo duhet bërë një ndërhyrje e parë. Tani dalim tek e para dyshimi legjislativ. Po. E para. Spaku kur hyn në gjithë historinë pas punës që ka bërë. Spaku tani gjendet në një vështirësi. Sepse thot pretendimet e Spakut, gjithmonë për që të jemi objektiv. Po. Spaku thot, ne po kërkojmë një masë sigurimi thot se ka rrezik të prishi provat. Ka rrezik të kryej vepra tjera penale, se kjo ishte edhe pyetje që po sa vendime. Pra ky është pretendimet e Spakut dhe ne kërkojmë ta izolojmë në mënyrë që të mos kryej vepra tjera penale. Pra është rrezikimi i provës, një dhe kryerja veprave tjera penale. Këto gjëra nuk funksionojnë. Pra këto mjete procedurale shtrënguese ose masa sigurimi me karakter shtrëngues nuk ecin. Atëherë çfarë do bëj? Mendimi im personal, Spaku këtë çështje duhet ta marrë me prioritet. Duhet ngrit një grup hetimor, 2 ose 3 prokuror, duhet rrit numri i oficerëve të policisë që çështjet të cilët janë në hetim nga balluku duhet të mbarojnë sa më shpejt. Pra kjo çështje duhet të jetë prioritare në mbledhjen e provave dhe në rast se ka probleme në lidhje me mbledhjen e provave duke parë nëse konkretisht ku qëndron mbledhja e provave të dokumentoj fazën. Pra, dëmtimi i provave nga zonja Balluku nëse pretendohet duhet të jetë me fakte. Pra, filan oficer ka shkuar për të marrë këto provë dhe është penguar. Pra, kjo duhet të jetë e qartë. Por kjo çështje penale duhet të mbarojë sa më shpejt, sepse e ka rrezikun sipas pretendimeve të Spakut. Ka për gjykim direkt? Jo, të marrë një vendim. Të marrë, do të thonë, me vendim kuptojmë që u bën hetimet, mbyllën hetimet, përcaktohet vepra penale fikse. Përcaktohet vepra penale fikse nëse ka, se mund ndodh, në fund mblidhen hetimet s'ka faj. Ose nuk kanë faj, kemi ngrit një akuzë, e kërkojmë pushimin në gjykatë, ose rolin e çdo kujt. Kjo çështje duhet të kthejmë prioritare. Është vetëm formë kryerja e veprimeve që kuvendi mos ta pengojë pra po themi. Duhet të jenë veprimet të jenë të shpejta, jo si 1 janari që një veprim i në muj, por tash duhet bëhet 2 ose 3 veprime dhe analiza për 2-3 ditë analizë, çfarë punë është bërë dhe ku do shkosh. Duhet kemi parasysh, duhet jemi dhe si teknika legislative ligjeve dhe kërkesat të jenë më të shkurtra, se sa më gjata të jenë aq më shumë ngadarrohesh, që ta din konkretisht se për çfarë bëhet fjalë edhe me pika. Pra, çështja duhet shkojë drejt përfundimit. Pra, zgjidhen masana jep gjykata seancë para, që të mos kemi rrezik marrjes, domthonë prishje provash për të çështje, sepse s'mund të themi nga ana tjetër. S'mund themi që zonja Balluku duke firmos vendime qeverie bën vepra penale. Domethënë se kjo ka qenë edhe më parë administrative. Është një procedurë, pra është e palogjikshme. Ne do shohim objektin e hetimit, objekti i hetimit. Dëmtohet objekti i hetimit, a rëndohen pasohet e veprës penale në rast se ka informacione që gjatë veprimtarisë pengohen provat rrezikohen kryen vepra penale jashtë objektit të hetimit, atëherë mund të kemi procedim 3. Pra kemi procedim 3, por ky procedim nuk mund të ngarkohet më shumë që me një vend mbaroi ky hetim, doli i ri, mund të jetë një prokuror tjetër. Kuptimi që caktohet djegit çështje tjetër. Kur me veprimet ose mos veprimet i një person ka kryer disa vepra penale, procedohet. Kur hetimet janë plota për këto shkon gjyq, për ato tjetër mund të nisi hetime të qartë. Faleminderit. Pra koha këtu është në disfavor dhe duhet të shfrytëzohet në maksimum. Faleminderit Karanja. Një të shkurtër fare. Patjetër se kam dhe një pyetje pastaj. Po. Flesh. Jam shumë dakord që domethënë to vendimet kolegjiale nuk penalizohen, por në fakt kanë filluar të penalizojnë dhe i kanë bërë grobën vetes. Që do të thotë vendimet e marra në shumicë, po themi me votë kolegjiale. Vendimet e bashkisë,
që janë vendime kolegjiale, merren me unanimitet për një leje ndërtimi, vendimet e Këshillit Bashkiak, por e hapën lojën me vendimet e Sali Berishës. Këshillit Ministrave. Këshillit Ministrave. Dhe në një studio tjetër i thash, është autogol i madh, domethënë po hap kjo lojë, krijon jashtëzakonisht hapësira për penalitete të njëpasnjëshme. Kështu që edhe vendimet marra me VKM, mendoj se ai korridor është i hapur tani dhe mund të gjykon. Nga e qartë. Pyetja tjetër që të shkon ndonjëherë në mendje që kushtetuesja do përpiqet që në çdo lloj forme të mos krijojë një precedent që në një moment caktuar drejtësia shqiptare të kërkojë pezullimin e kryeministrit. Sepse nëse siç është zëvendës kryeministri Balluku, dhe rolin e ministres është antar i Këshillit të Ministrave, ashtu është edhe kryeministri antar i Këshillit të Ministrave, pavarësisht se është kryetari. Mendoni lloj forme që këtë do përpiqet që ta parandalojë? Po, nëse rrëzohet, domethënë që ka shumë gjasa të rrëzohet fakti i kërkesës për pezullim, normal është bërë paraprit dhe kryeministrit dhe po ta shohësh unë. Sepse krijon një lloj precedenti frikshëm kur mendon që Spaku thotë do pezulloj kryeministrin. Për mua është precedenti frikshëm fare, nëse kryeministri ka bërë shkelje, mund të jetë një kryeminist socialist tjetër që ta zëvendësoj dhe nuk po bën asgjë, domethënë për paradrejtësisht në gjykimin tim, të tjetë loja hapur, kjo unë nuk jam për pushtet prokurorësh, po gjërat siç e kemi thënë këtu në studion tuaj, gjërat janë hapur në Kosovë krijoha gjykata speciale dhe u bën ato që u bën sepse ishin krijuar një establishment që nuk lëvizte. Dhe u goditën ligjërisht me prova UÇK pastaj histori tjetër, se në gjykimin tim ata akuzohen për vepra ndaj shqiptarëve, jo për qetë përplasjeve me serbët. Kjo ka qenë thelbi, të paktën. Kështu që një taktikë e tillë po shikohet këtu. Berisha në përplasje ligjore, Ilir Meta në arrest, kryeministrit po i afrohen dhe gjithë kjo rezistencë ka të bëjë, domethënë Balluku po shërben si po ha gjithë kusurët si prita për të mos vajtur te kryeministri, mendoj unë. Kështu që gjykata kushtetuese mund ta japë këtë dhe mund të jetë shumë e ligjshme, nuk diskutoj fare profesionalizmin e tyre, që të jetë e rrëzuar, por në këtë moment, këto vonesa dhe kjo lloj se na herë edhe ligjshmëria përshfune, kupton, mund të tregoj një rast për nesër, mbas se është momenti. Një gjermane i lavdërova shumë një konsulent të GTZ-s, i lavdërova shumë rrepsin, korrektesën gjermane të gjitha, tanë erdhi bashkëshortja saj dhe nuk kishte vizë. E ndaluan Rinës dhe u bë kërkesa dhe u mor vizën. Në Gjermani do ishte në burg, në Shqipëri u zgjidh. Qëndroi në Rinës, mori vizën e qëndrimit të gjitha. Pra dhe shpeshherë dhe shtërngesa edhe ligjshmëria tepër na herë dhe dëmton. Prish punë. Kështu që unë kam merak, ata profesionalistë janë, kuptohet se kanë një mal karriere mbi veten, për pjesë mirë se s'em dot për të gjithë, edhe ngarkesa politike kanë, mund të mos jenë edhe më talentat. Por mund të bëj pateric për refuzimin. Fakti që parlamenti po e shtyn, kthehemi aty ku ishim që mund të jetë pateric për të ndihmuar. Kemi këtu, domethënë, kemi një lloj suporti, ndërsa pastaj ata që marrin përgjegjësinë për po e për jo, se tek e fundit aty ke vajtur që të luan me fytyrën tënde tek e fundit. Nuk luan as me fytyrën e partisë, as me asnjë lloj fytyre. Njeriu do të ketë bazë moralin dhe ligjin, po u bëre ushtar pastaj. Nga e qartë. Faleminderit Rexhepi. Mirë. Ne kemi një çështje tjetër, sepse do flasim edhe për 21 janarin sot, për audiopërgjimin e ri, por edhe për çfarë ka deklaruar Meta, që jep disa detaje të reja. Do të flasim në këtë pjesë, do të flasim për modelin e vrasjeve që po ndjekin grupet kriminale shqiptare. Një model i cili në duket se nuk po thyhet dot nga grupi hetues. Ne ndjekim insertin që unë kam përgatitur, që kam bërë një analizë të asaj se çfarë ndodh me kriminalitetin dhe natyrën e vrasjeve në Shqipëri dhe rikthehen për diskutim me Rexhepin dhe Karançën. I riu në foto është 37 vjeçari Jozi Kraja, i ekstraduar këtë do martë nga Zvicra. Sipas akuzës së gjykatës posaçme, ai dyshohet si pjesëtar i një grupi kriminal dhe akuzohet se për një periudhë 4 vjeçare, nga dhjetori 2020 deri në maj 2024, ka siguruar kushte dhe mjete materiale për kryerjen e një vrasje të dyfisht. Vepra për cilën akuzohet nuk është vrasje në kuptimin e mirëfillt të fjalës, është diçka tjetër që vepron në prapasken dhe ndoshta më e vështirë për të provuar, sigurimi i kushteve dhe materialeve për vrasje. Dhe këtu lind pyetja që gjithmonë e bëjmë, çfarë do të thotë realisht kjo akuzë? Në emisionet tona të mbarshme kemi analizuar se si krimi organizuar në Shqipëri nuk funksionon më në një formë spontane, pra me veprime që merren aty për aty. Përkundrazi, ai ka hyrë në një fazë që është eliminuar i gjithë impulsiviteti për një ngjarje kriminale,
dhe është ndërruar në një proces që ndërtohet ditë pas dite dhe javë pas jave. Sipas logjikës së hetimeve penale, një vrasje nuk nis në ditën e atentatit, ajo nis shumë më herët, në fazën e përgatitjes. Kjo fazë, sipas dosjeve që kanë në përbërje të tyre mesazhe nga SkyCC dhe Encrochat, përfshin element që vetë individualisht nuk janë vrasje, por që së bashku krijojnë kushtet për të. Në dosje të ndryshme penale, jo vetëm në këtë rast, përmenden sigurimi i mjeteve logjistike, mbështetje financiare, krijimi i infrastrukturës që e bën krimin dhe vrasjen të realizueshme, dhe pikërisht këtu duket se qëndron forca e grupeve kriminale për të ndarë rolet. Në analizat tona kemi folur për këtë model. 1 deri në 3 veta janë ata që qëllojnë, njëri është shofer, 2 makina sigurojnë perimetrin ku do kryhet vrasja për të shmangur momentet kur ka polici, një tjetër makinë do duhet të marrë tokën e vrasësve pasi të djegin mjetin me gjithë armët brenda. E njësoj rolesh të tjera që përfshin vëzhgues në terren, njësoj sikur të ishin struktura paralele shtetërore ligjzbatuese. Kështu përgjegjësia shpërndahet dhe krimi bëhet më i vështirë për t'u zbardhur. Edhe në rastet kur arrestohet ai që ka shitur makinën që u përdor në krim, ai nuk flet. Nuk flet sepse ai është thjesht shitsi dhe në çdo rast do të akuzoj si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ajo që e bën këto fenomen shqetësues nuk është vetëm brutaliteti me të cilin kryhet vrasja, por koha që merr përgatitja. 4 vite sipas akuzës, 4 vite në të cilat sipas hetuesve janë krijuar kushte që një vrasje të ndodhte, ku në rastin e vëllezërve Bami, kjo nuk ndodhi. Dhe kjo na çon te një problem i thellë që e kemi diskutuar edhe në këtë emision. Krimi organizuar nuk jeton në rrëmujën e momentit, por në struktura dhe të mirë organizuara madje. Ai kërkon kohë, para, njerëz dhe mbi të gjitha, mungesë frike dhe ndëshkimi, gjë që siç duket, Shqipëria ka kohë që u afron grupeve kriminale. Kur organet ligjzbatuese që luftojnë krimin shohin se përgatitja e tij mund të zgjas me vite pa u ndalur dhe kur sinjalet nuk kapen në kohë, atëherë atentati nuk është më një surprizë, por është pasojë e mosveprimit. Pasojë një modeli që nuk po thyet dot si koncept organizimi, me djegjen e makinës. Duke se aty, autorët për herë të fundit mund t'i shohin vetëm viktimat, por jo ligji. Sonte në Sken Krimi analizoj modeli shqiptar të vrasjeve. Ku kopjua, përse nuk zbardhen dot si vrasje? Si mund të thyet kjo teknik që duket se është disa hapa para hetuesve? Mirë, rikthehemi. Dhe unë për analogji mora rastin e personit i cili të paktën sipas policisë në 4 vite akuzohej që ishte përgatitur her pas here, duke siguruar kushte dhe mjete për të kryer vrasjen e vëllezërve Durim dhe Valter Bami. Por tani çfarë ndodh kur prokuroria ngre akuzën domethënë për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje. Tani ç'është kjo akuzë Karanja, si ish prokuror? Dhe sa rrezikon që kjo mos të bjerë, të zbutet gjatë rrugës? Tani neve do të kemi parasysh diçka që të jemi të saktë me këtë kualifikim ligjor ose me nenin 80 kodit penal që sigurimi i kushteve përballë, do thotë krijimi i kushteve materiale për të realizuar vrasje, pra me krijim kushte materiale është sigurimi i mjeteve për të kryer veprën penale, pra krijohen kushtet e jashtme materiale. Po para se të flasim për nenin 80 kodit penal, ne do flasim për fazat e kryerjes veprës penale. Fazat e kryerjes veprës penale, sqarimin e bën teoria e veprës penale. Ç'i do të thotë? Fazat e parë është lindja e mendimit. Pra një personi i lind mendimi kriminal që do të realizojë vrasjen. Lindja e mendimit nuk dënohet. Pra lindi si mendim, kjo është një fazë që do të thotë çdo person, një kundërshtar i lind mendimi për të vrarë kundërshtarin. Faza e dytë e veprës penale është përgatitja. Pra, nga lindja e mendimit fillon me veprime konkrete. Pra kemi me veprime konkrete që vazhdon ecën, do të thotë për ta ashtu. Po gjenden armët, gjenden makina, gjenden njerëzit. Faza e tretë është tentativa, pra ti i afrosh, pra ke një fazë, je më afër, dhe faza e fundit e veprës penale është realizimi pasojës. Tani, për dy pjesët, për dy ato për përcaktimet e para, për lidhjen e mendimit dhe për përgatitjen nuk dënohesh me përjashtim, kur parasikohet si krim si vepër e posaçme në kodin penal. Dhe në kodin penal janë 2 raste, domethënë që janë në mënyrë të specifike, që është sigurimi i mjeteve për vjedhje dhe sigurimi i mjeteve për vrasje, për të cilët mban përgjegjësi penale. Pra, personi që siguron mjetet për të realizuar një vjedhje mban përgjegjësi penale, personi tjetër realizuar vjedhja apo dhe sigurimi i mjeteve dhe sigurimi i mjeteve për vrasje realizon. I diskutim nga pikpamja teorike është dhe
ndikimi i palishëm, domethënë, ndikimi i palishëm, domethënë Një vrasje? ndikimi i palishëm për korrupsion. Okay. Pavarësisht se socialisht. Që diskutohet, po që sepse korrupsioni që unë jep të parë bëj atë punë, pavarësisht duhet marr parë, bëhet puna dhe atëherë quhet vepra penale e realizuar. Me ndryshimet e fundit dhe ky nen, domethënë është në fazën të përgatitja, pra ti po përgatitesh ke filluar që të bësh një veprim në të ardhmen. Pavarësisht se nuk u realizoi ai veprimi që ti ke marr parë, tani kjo ka hasur shumë diskutim në qarqet e drejtësisë. Pra, është kjo fazë, pra mund të quhet faza e veprimeve përgatitore që ti po siguron mjetet për të realizuar një vrasje dhe sa afër duhet të jesh objektivit. Kjo është diskutim, se ti mund ta kesh një armë shtëpi që e kam për atë, por duhet të fillosh përgatitjen për të realizuar vrasjen. Pra, ky është diskutim që do haj diskutim gjatë për një kohë gjatë. Për një kohë gjatë, sepse kemi fazat e veprës penale dhe lindja e mendimit nuk dënohet. Në kodin penal dënohet lindja e mendimit që është në fazën në shprehje jashtme fyrje, për shembull lindja e mendimit fyrje është vepër penale vetë, pra sepse i janë bërë përcaktimet në pjesën e përgjithshme të kodit penal. Kurse për sa i përket asaj, kjo ha vend për diskutim dhe rast pas rasti, edhe pretendimi që kemi fol me ata persona që kanë pasur këtë vepër penale që janë ngritur, thonë shikoj para që është afati parashkrimit që është 5 vjet, por sepse është aq është masa e dënimit, sigurimi i mjeteve për vrasje dhe e dyta dhe diskutimi ai kuadri i grupit strukturuar kriminal, por kjo është pak a shumë domethënë në lidhje me këtë kualifikim. Ka pasur shumë raste nga zbërthimi i skaj ECS-s, ka pasur shumë raste që dhe në rastin konkret është bërë porosi, domethënë është diskutuar, janë biseda mas bisedave. Po në rastin e vëllezërve Bambi, edhe për rastin e Durim Bambi që mënyra se si e ndoqën nga Ksamili dhe nuk arritën dot të realizoni, ka vetëm një moment që i afrohen Durim Bamit në fushkruj dhe ai largohet, sërish largohet. Ktu jemi para asaj që jemi. Vrasja është ka vërtetuar më. Do duhet parë te prova nëse kanë siguruar kamerat që ndjekin. Marrim nga pikpamja materiale. Pra domethënë e diskutojmë jo nga pikpamja provëshmërisë, është gjë tjetër, po nga pikpamja materiale, kjo është domethënë që ti po synon që të realizosh një vrasje. Edhe tentativa masanese këtu duhet të jemi të saktë. Sepse tentativa është gjë tjetër. Dhe ligjvëndësi ka, domethënë të ngre akuzat. Ligjvëndësi thotë që në nenin 22 të kodit penal personin ban përgjithësi kur me veprimet synon të realizoj veprën penale, por vepra penale nuk kryhet për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij, sepse mund ndodh që ti e bën vetë si tentativë me trem tjetrin, pra shkon me një armë të prishur që ti krijosh bindje, kjo është kanosi. Dhe tentativa vetë ndahet në 3 pjesë plotë, me objekt përshtatshëm, me objekt të papërshtatshëm dhe me mjet të përshtatshëm dhe mjet të papërshtatshëm. Por duhet kemi parasysh këto janë institutet të cilët shpeshherë kanë krijuar debat. Sepse është shumë e hovia midis lindjes së mendimit dhe përgatitjes. Kjo është që do haj diskutim, ndoshta gjykate lartë me praktikat, mua dhe shumë e vështirë Karanxha nuk më duket, se unë mund të them ty që shiko se duhet vras tanin, po s'kam nisë përgatitje unë. Ama kur them që duhet vras tanin dhe kam bler një makinë, ta ndjes. Jo, në rregull, jo, s'ka problem. Kjo është e dukshme. Edhe makina duhet. Edhe arma dhe tjetra, arma duhet kapur mjetet që ke marrë. Filluar, por neve duhet ta lidhim me personin. Në moment që fillon lëvizja, pra ruajtja e atij personi, atëherë jemi te përgatitja. Në rast se fillon tentativa është gjë tjetër, pra është faza që është fazë tjetër dhe mand tjetër përgjegjësi penale. Pra e kemi thënë janë 4 faza që ti sqarove. Ishin të qarta. Rikthehem sërish Karanxha se kam dhe një dy detaje të vogla për të kuptuar. Tani, Rexhepi, ekspert kriminalist, keni parë pafund vendngjarje, vrasje të natyrave të ndryshme. Ndërto dhe Azemajdarin. Edhe Azemajdarin? Po. Për të që foli Meta sot? Unë kam qenë ekspert i Azemajdarit. I vrasjes Azemajdarit? Po, e kalojmë, nuk kam dëmë. Okej, ere parë që e dëgjoja këtë. Mirë. Në qoftë nuk flasim. Nuk do flasim këtu. Do flasim këtu për ato çështje, kërkon një tjetër çështje. Ajo që unë dua të kuptoj është çfarë ndodh me atentatet e natyrave kriminale në Shqipëri. Përse sot ky modeli i nga vjedhja automjetit e deri tek djegja automjetit me vrasës të cilët ikin të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, siç edhe Karanxha pak më herët, nuk po thyet dot nga as edhe një grup hetues në Shqipëri, nga as edhe një lloj prokurorie, qoftë SPAK apo qoftë edhe prokurori rrethi. Atëherë, kjo ka lidhje me këtë ekstradimin
Jo vetëm nëse kjo shërbes si shkas. E mora si shkak për të bërë një diskutim të gjerë. Dakor, do ta shtrim aty ju e moderoni dhe kam kënaqësi madje që ti eci asaj që ju ngritet. Ky ka qenë në Dubai, ky ishte në Zvicër. Në Zvicër. Nuk vlen atë analizën. Po kisha diçka tjetër për Dubai. Nga Dubai nuk vinë të gjithë të ekstatuar për merit qeverisë tonë, por nuk janë shumë të mira kushtet e tjera dhe kërkojnë dhe vetë që të vinë, që të jemi të qartë. Kërkojnë dhe vetë në atje. Janë të tmerrshme fare. O do rish në vap, o do rish në super të ftohtë, kështu që trajtimi nuk është shumë i mirë, kështu që ka shumë veta që kërkojnë vetë të vinë në Shqipëri dhe mos si marrin dekorata qeverie që si takojnë. Ato dekorata që i ka, si Ministri i Mbrojtësisë Qeverisë do t'i marrë, në këtë e kisha në këto kuadër. Në lidhje me këtë mekanizëm ngjarjesh që po ndodh rëdom, bërja e makinave të punës, makina shumë shtrenjta, domethënë që dhe të vjedhura shiten shtrenjtë, për të mos thënë një shitje me kompromis, sepse pothuajse në çdo studi e kam ngritur jo të jenë persona të dyshuar të kallëzuesit, por të jenë persona të monitoruar. Pra nëse vjedhet një makinë, ti shkon për dinacim me atë makinë në një vrasje, ai person duhet ri kohë në monitorim, le të themi në survejima në forma ligjore në mënyrë që sepse mund të kemi një shitje të kontrolluar dhe themi që ma vodhën. Unë kuptoj që elektronika e vjazve ka ecur, po dhe elektronika e makinëve ka ecur dhe kështu që në këtë kuadër nuk mendoj se është aq e lehtë makinat me sisteme të tilla mbrojtje të vjedhen. Pjesa tjetër është nuk po zbardhen për mungesë profesionalizmi ose mungesë hetimi të mirë të policisë ose të organeve ligjzbatuese, sepse edhe këtu kur e tham, këtu e kemi diskutuar madje, duhet të jenë target kryesor makinat e vjedhura. Serviset e shmontimit, serviset e montimit, modelo disa servise. Shkoj me agent, harxoj 20.000, se shteti do të zbulojnë gjëra nda pa harxuar si lek. Ka buxhet. Çoj makinë të vjedhur vet atje, gjëra të vjedhur, bëj një kombinacion aty të servisit kur ke dyshimet e nevojshme. Dhe pastaj i zot merri. Përmendoj një 3-4 servise të ndaja, që këtu fillon, kapen terren situatën. Mos themi pastaj reagimet e momentit të parë. Siç tham, reagohet shumë keq në ngjarje me shumë vonesë. U fol për ato drona që bler kryeministi zakonisht i ka ëndra kështu, domethënë, shikon, edhe nuk i takon atij tek e fundi që të merret me këto nivele, ka gjëra të tjera, por me drona motores mund të digjet gjëra. Ka nevojë për pak profesionalizëm. Follow me e ka komandën ai dhe ndjek makinën ku tjetë. Makinën s'do ta kapi, por personin do ta ndjeki. Ndërkohë shërbimet e ke majta se ke djatha si iku, vajti brenda e kape. Nuk janë gjëra të pamundura. Plus që siç e thash në qytete të rëndësishme si Tirana, duhet të jetë helikopteri në bord drejtorisë. Me grup me snajper gati siç e ka siç ngrihen në New York. U dha ngjarja, ndjekë nga toka, ndjekë nga ajri, jo tash nuk mos them pasaj që bëhet një plan masash, jo nga këto smartët për gjusët kryeministit, bëhet një plan elektronik që në këtë ngjarje, në këtë zonë të Tiranës, sa janë pikat e largimit? 1, 2, 3, 4, jo policit, se lodhet, nuk e mbam dot mend. Nuk po hyn në Google rrugët e Tiranës me këto ndryshime. Në këtë ngjarje ngrihen 4 pika. Komisariati 4 ngrej një dron, 6 ngrej tjetrin dhe ku do vesh? S'ka ku vete. Ku do vesh? Kamera kanë lokalet në shkeljet ligjit që monitorojnë dhe rrugën, që na bezisin edhe në qytetarë, ka këndin. Kështu që situata bëhet më lehtë, por target kryesor për sa kohë ti ke makina të vjedhura që të përdoren në vrasje dhe të këputin zinxhirin provus, ti mund ta dish rrugë operative, këtë e di prokurori më mirë se unë, të këputin zinxhirin provus. Makina e vjedhur digjet, arma dëmtohet, as ADN, as gjurmëkishtas, as gjë, as mbetje bloze asgjë, ta këputin zinxhirin. Çdo lloj informacioni tjetër pastaj bëhet i pavlefshëm. Po i pavlefshëm po su provohet, ç'kuptim ka. Atëherë do jenë target makinat e vjedhura. Forco doganat, forco pikat, një target dyshim laptopësh. Lavdi zotit, teknologjia ka ecur shumë. Ne po vëm këto smart city. Jo, ajo është skelet detave njeriu dhe skandale. Nuk janë këto shtyllat e mëdha me kamerat që tha kryeministri, këto. Po vendosen në po kush e ka ato? Kina dhe këto vendet arabe. Tash ne te themi shembull Evropën për këtë. Tash mirë marrim shembull Arabin atëherë për ca gjëra të tjera, pastaj marrim shembull Kinën. Tash nga shkoi u mori kryeministri një herë me Amerikën, një herë me Anglinë, një herë me Francën. Kemi marrë shembull nga Afrika për vepra të caktuara. Kështu që s'ka mirë një bosh do mbash. Bosh amerikan, bosh europian, bosh edhe lindor, do ta marrësh lindor, puna jote, merr përgjegjësitë tua. Po jo,
Njerë me Turgun, pastaj prishu për detin nga Turgu kalo këtej, Enver Hoxha e bënte këto, nësë jemi në kohën e Enverit. Prishu me sovjetikët, bëhu me Kinën, bëhu këtë, edhe Enver Hoxha në fundit. Kjo është njëra qasje se investimi mund tjetë ose cilësia, nëse do duhet parë se aty është jam dhënat tona, janë imazhet tona. Duhet parë nga çfarë të shohim o i nderuar, serveri i ri për jashtë. Serveri pronës jashtë. Jepet elektronik shqiptare, po si e kishin në duar të X-it të Y-it. Tash jepet elektronik shqiptare, dëgjoj dikush ka bërë humor me mua. Unë i thash letër, karta kënd. Pra duhet të jetë letër, çdo gjë duhet të jetë letër. Ti mund ta hedhësh kompjuter për shërbim qytetarës. Po magazina duhet të jetë aty. Ti që kanë hequr një emision nga YouTube sepse ngrita problemet e pronës, di si duhet të jetë dokumenti i jot pronësor ose imi? Ma thuaj këtu. Më e sigurt se pasaporta. Se këtu nuk të hiqet gjë. Më e sigurt se pasaporta. Pagon 1 milion vjetra flas, 1.000 euro, 2.000 euro, 1.500 euro për një transakcion pronësor dhe duhet të jetë pse pagon 50 euro për të dokumentin punë e madhe. Ama ai dokument nuk prishet dot më. Do të jetë pasaporta do të jetë me element noteri që e ka printuar si përfaqe gjitha firma vura do të jenë me element sigurie. Edhe me barkod. Me barkod, me element sigurie. Dhe nuk ke ku shkon më, po pse s'bëhet, di pse s'bëhet, se mbyllim shtigje edhe për vete. Kështu që do lëm na i bëjmë, ne bëjmë ligjin të fortë, po do lëm na i korridor që të kalojmë dhe vetë. Korrupsioni është korrupsion, thaj vetëm kur nuk jam unë pjesë. Se po që shumë pjesë, korrupsioni nuk është aq problematik. Karanxha, përse nuk po thyet dot ky mekanizmi i vrasjeve që kemi sot? Është shqetësuese. Nëse unë të numëroj vrasjet, cilat janë kryer, Dobraçi masakër, Memaliej masakër, Rinasi masakër, që ishte vetëm rreth 2 muaj më parë, vrasja e gjyqtarit në Tiranë, vrasja e një postieri në një nga fshatrat e Tiranës, vrasja e biznesmenit Bujar Nasuvi, këto që flasë që kanë ndodhur nga viti kaluar e deri tani, të cilat të gjitha kanë të njëjtën natyrë. Atentati që ndodhi në Lundër, që u plagosën 4 persona. Ma shpjego pak tani. Thash dhe njëherë rikujtoj, jeni ish prokuror, keni pasur pafundësisht çështje, ju njihni mirë teknikat e gjithë gjës, pa thyer sekretet e punës suaj, diçka dua të kuptoj sonte. Tani problemi i parë është që policia e shtetit duhet të largohet nga punët e kota. Punët që i bën policia bashkiake, do të bëj policia bashkiake. Neve çka konstatojmë? Mirë që nuk po letësot, po përëndohet, futet dhe neni 293 paragrafi 1, dhe ne policinë e kemi ngarkuar. Policia në vend tjetë në ndjekje të personave që bëjnë vepra penale të rënda, policia sot është hapërda. Merret policia e rendit, po bëhet polici bashkiake. Po bëhet si polici bashkiake. Merret me karriget, merret me shazgonët, këtu s'janë shef vizën kur është me leje, kur është pa leje. Pra e para, policia e shtetit duhet të kthehet që është qëllimi i policisë shtetit është ruajtja e sigurisë publike. Pra është kryesorja. Edhe kod procedurës penale, neni 30 i kodit procedurës penale që flet për policinë gjyqësore dhe bën një sqarim policisë gjyqësore që ndahet në policë, në oficer të policie gjyqësore dhe agent, detyra e parë është parandalimi i veprave penale. Pra duhet kthehet në funksionin bazë. E dyta, dalim i njëjti gjë, targat vjedhur. Targa e vjedhur nuk duhet qarkulloj në një territor të identifikohet në mënyrë të menjëhershme. Nuk ka një targë e vjedhur që të qarkulloj në Tiranë, në Durrës, shkoj pra vjet nga Tirana, shkon në Durrës, shkon në Vlorë dhe të mos identifikohet kjo targë. Pra që këtu, që kur një mjet i cili, sepse si rregull, edhe ligji është që çdo mjet ka targën e vet. Është lehtësisht i identifikueshëm. Tani duhet gjetë mjete se ne po diskutojmë për pamjet filmike, po diskutojmë tani të mos ketë një targ, për shkakun që dali targa që është e vjedhur, kjo duhet të sqarohet. Pra, një makinë që mban targën e një makine tjetër, ka rrezik që të bëjë vepra penale ose nga krime ndaj jetës, mund të bëjë edhe veprime të tjera të palishme, mund të rëmbejë një fëmijë, mund të jenë sepse nuk është vetëm kjo, ka dhe aktivitete të tjera të kriminale, po patjetër. Pra, targat e vjedhura aty të qarkullojnë lirisht. Mjetet e vjedhura, pra domethënë, këtu kemi edhe këto janë paraprakisht. Pra, një targ se tu është e parandalimi. Për sa i përket të ngjarje, shohim
në të gjithë ngjarjet, pjesa më e madhe e tyre me parashtim të ngjarjes së Shkodër, po të kemi parasysh, ngjarjen e Shkodrës, një vrasës që u vranë 2 persona, 2 punonjësit e bashkisë para vitit 30 nga tetori që u kap nga policia e rendit Shkodrës. Po është Rakip Gila. Është personi i cili u kap Buzlumit. U kap dhe kjo kemi një efektivitet policisë. Pra kemi kjo është tamam detyrë e policisë që bën vepër dhe të kap. Më përpara, për shumë unë e mbaj mend, më përpara kur kanë qenë të 4 komisariate, sepse Tirana ka pas 4 komisariate. Tash është rrit numri, nëse është bëri Farkës, është bëri Vorës, është rrit numri komisariateve, është ndar kombinatin vete, është bërë një ndarje katra është ndarë në 2 se është rrit numri i popullsisë. Të gjithë komisariatet kur ndodhin ngjarjet, të gjithë vënë në lëvizje. Edhe në për filma, edhe në Amerikë, kudo, kur ndodh ngjarje, gjithë njësitë vënë në ndjekje të autorit. Ne shohim një apati. Edhe rasti që kemi këtu, për shumë rasti i të Ritasit, janë larguar me Toyota Yaris, të pashqetësuar. Jo se Toyota ka një problem me emrin, po Toyota Yaris. Toyota Auris ka mbështyp, po edhe makinë e re, jo faktikisht ajo ecën pak ajo, ka edhe ecën pak. Ka rëndësi, ti mjeti policisë ku është? Ti duhet të ndjekësh, ty të bën gjithë të përherë, pra ti... Është zona që duhet të jetë zona më e sigurt. Pra, flasim që punonësit e policisë duhet të trajnohen për ngjarje të tilla. Që si reagohet, pra ne në vend të investojmë në rritje ngjarje, neve i ngarkojmë punë të panevojshme. Është mërzit dikush që i kanë parku dysh. Po çfarë pastaj? U parku të lejnë numrin e telefonit, vjet tjetër e liro. Por problemi është i tillë që po diskutojmë. Ne policinë e shtetit duhet ta çojmë aty ku është problemi. Dhe problemi është që këta duhet të reagojnë ndaj ngjarjeve. Edhe reagimi duhet të jetë profesional. Që të mos shkojnë kodën kod që të çtohen pas. Ka blinda për shembull kur e ndjekin? Ta ka blinda të ndjekësh vrasës të tipit Rinasit, ndjes për ndër. Jo, për diskutim. Duhet ta ndjekësh jo me makinë shqiponjës që janë karton që çpojnë me gisht. Që ata se kanë problem të reagojnë ndaj policisë. Ata që marrin përsipër gjithë ato operacione. Blinda ka, po ka Renea, ka mbështymin ka reparti Renea. Jo, Renea tikzoi dhe janë specialistë mirë, absolutisht. Ata janë okay. Janë për luftat tamam, din. I kemi super, Renea dhe kemi super, ë? Kështu që, jo sinqerisht. Edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë shumë të mira këtu në Shqipëri. Dyja, domethënë si skuadra. Por dhe komisariatet duhet të kenë. Pra, le ta ndjeki, le të themi ai çakullimin në një distancë që se rrezikon veten në një tjetër. Ndërkohë njofton me radhë dhe shërbimet e tjera duhet të vinë shumë të përforcuara në mënyrë që të mos u rrezikohet jeta. Këtë duhet. Po krihet zona, thon. Po krihet zona. Po ngeli duke u kremët, i ka ra flokët tokë nga krefja, po s'ka morra hiç. Morra s'ka. Morra se morra po themi se plesh është i vogël. Po. Patë të kapin në morr. Kështu që do duhet të ritheksojmë edhe një herë, që kapacitetet hetimore të rikthehen. Duhet shkoj aty ku është problemi, te siguria e jetës, shëndetit, edhe diçka tjetër, edhe gjobat, po të kemi parasysh. Polici rri me gjobë, me blok në dorë gati, në momentin e befasishëm vënë e gjobët. Gjeme një cep parkum. Një person shqyqy ka gjeti... Futën masfera aty, nuk është qëllim gjoba, është disiplinimi i qarkullimit. Qëllimi i gjobës është disiplinimi i qarkullimit dhe parandalimit mos bësh në ta. Gjoba është bërë, i thot shefi aty du një blok të pastrumsat. Ai rri gjersat ve gjobën. Ndërkohë që policia thash duhet të jetë mbrojtje e jetës, shëndetit, sigurisë publike, të problematikës ndryshme të qytetarëve, ku një qytetar është plak duhet kaloj rrugën ta marrë ta ndihmoj, se kjo është për komunitetin. Jo policia të shihet si gabic, që vetëm të vej gjobën. Ka bazon gjoba 20.000 lekë, tash po shkojnë te 30.000. Si për me rrit. Po e kanë rritur. Po trisin që buxheti. Marrim rastin në ngjarjes së Rinasit. Çfarë ka ndodhur? U kryet kjo është e frikshme fare, domethënë mënyra se si këta pushkatojnë aty. Tani, e dini që në datën 7, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani kanë shkuar në Rinas. Tani këta erdhën nga diku, kanë ardhur nga Tirana, këta jetojnë, këta ditë ku jetojnë në Tiranë. Filan datë, po ka që thjesht të shkosh ti marrësh kamerat e datës 7, datës 6, datës 5, datës 7, ku kanë lëvizur kamerat, shikojmë mos e kanë pas në një vëzhgues nga mbrapa se s'ka mundësi. E kanë absolutisht. Ku e dinë ata që do fluturonte në datën 7? Pra, diçka, domethënë për ta hetuar se nga informacionet që di unë, pak duket sikur është në stagnacion kjo, ka ngelur çiksi në vend hetimi kësaj ngjarje. Informacion s'kemi zona. S'ka, domethënë duket sikur në netim po ç'pohetohet, se në netim mund të shkojnë edhe dosjet 5 vjet që kritikojnë me spakun. Po ç'vlerë ka pastaj se bën vakim mund të ketë qenë vrasi 6 jetë dhe ka ndruar dhe jetë.
Domethënë, këto më shqetësojnë në konceptin e përgjithshëm. Kemi raste që na drejtohen klientët, një e kam dorë se kam para akoma. Po thonë i ka bërë kërkesë policisë, në Divjak ka ndodhur vjedhje, i ka bërë kërkesë policisë, tavet kjo kamerë, tavet makina shoqëruese. Jo, po s'na kanë kthyer përgjigje. Çfarë janë këto, më kush kthe përgjigje, shkore, sekuestrojnë vend aty. DVD na 100 euro bën DVD, merre, kjo s'është e jotja më. Miru pafshim, kaq, lej copletë shënim atje. Kryet detyrën për sigurin publike. Çështja e fundit që ne trajtojmë bëhet fjalë për pikërisht 21 janarin. Të lutem regjia, më kalon me siglën dhe unë rikthehem të perifrazoj çfarë ka shkruar sot ish presidenti Meta në raport natën ngjarje dhe të diskutojmë dhe për audiopërgjimin e depozituar në SPAK. Mirë, sot pati një reagim në rrjetin social Facebook nga ish presidenti Meta, i cili ndodhet në paraburkim këtu në Tiranë, në 313, dhe ka bërë, le të themi, një histori të asaj se çfarë ka ndodhur për 21 janarin, për vrasjen e Zemajdarit dhe për shtatorin e 98-s, por ne do të ndalemi tek 21 janari meqense kemi zhvillime për sa i përket dhe depozitimit në SPAK të audiopërgjimit origjinal nga kolegu Artan Hoxha. Por çfarë ka shkruar ndër të tjera Meta në Facebook? Porosia ishte se duhet të japësh sa më parë dorëheqjen dhe ti nuk do të jesh në zyrë ministri kur të vriten njerëz, sepse situata është më rënduar se ç'mendon ti, i thot dikush Metës. Duke pasur besim absolut në integritetin dhe dashamirësinë e porosi dërguesit, shkova menjëherë në zyrë dhe përgatita dorëheqjen e parevokueshme nga zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë dhe shkova takoja kryeministrin Berisha për t'i bërë të ditur vendimin e ri, si domosdoshmëri për të lehtësuar pozitën e qeverisë si dhe për të sfumuar sa të mundja libin e gjak kërkuesve. Po kështu i paraqita propozimin për zëvendësuesit e mi nga postet e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e ekonomisë dhe nga ajo ditë, pra një javë para 21 janarit, nuk shkela më në atë ministri, thot Meta. Po atë ditë në mesdrek, Asambleja e Partisë Socialiste shpalli 21 janarin, si ditën e protestës dhe qametit. Ndërkohë pak ditë para 21 janarit, i panjohuri u rishfaq për të sjellë të dhëna të reja dhe një porosi të re për mua. Të dhëna të reja ishin se situata por ndoi pasi organizatorët po rekrutonin shumë element kriminal në terren për 21 janarit. Po kështu, porosia e mikut nga jashtë ishte se më 21 janar, unë nuk duhet të qëndroja në shtëpi, pasi banesa mund të sulmoj nga element kriminal. Edhe me herët e ka thënë, Meta që ka pasur informacion, tani, Karanxha, do ta nisim së bashku për faktin që ju keni qenë për pak ditë prokurori çështjes së 21 janarit. Keni pasur mundësi që të bëni veprimet e para hetimore dhe të njiheni deri diku me atë dosje. Pastaj më mbrapa, prokuroria e përgjithshme bëri lëvizjet e veta. Në atë kohë, për sa kohë ju ishit, le të themi, prokurori kësaj çështje, a kishit në dorë, ju kishin ardhur shkresa nga shërbimi informativ i asaj kohe, apo qoftë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit bashkangjitur për hetimin, informacione të cilat mund të lidheshin me veprimet e dhunshme që do të kryeshin? Tani duhet kemi parasysh diçka. Informacioni operativ është gjë tjetër dhe relacioni sipas neni 293 kodit procedurës penale është gjë tjetër. Çfarë është relacioni që shpjegon është? Relacioni, sepse prandaj po flasim dhe për veprimet procedurale. Veprimet procedurale që informacionet e shërbimit ose informacionet e nuk janë pjesë e dosjes, nuk mund të jenë. Nuk mund të jenë pjesë e dosjes. Mund të jenë dhe prokurori që diskutohet. Prokurori nuk mund të jetë bashkëpunëtori i shërbimit, se i bi të jetë pjesë e shërbimit. Se i bi të kesh pa shihut ose shishi, të jetë dhe prokurori. Prokurorit i vjen një informacion me shkrim. Pra bëhet një shkrim, nuk përdoret term as dhe me termin dhënat operative. Dhe neni 293 është qartë. Provat ku bazohet ky dyshim dhe burimi i provës. Burimi i provës janë njerëzit, janë dëshmitarët, dokumentat shkresore etj. Këto janë dhënat operative, të cilët i kanë organet ligjzbatuese, sepse edhe policia gjyqësore, për shkakun që ndahet në polici dhe agentët e terrenit i thonë kujdes që paralajmërojmë se kemi dhëna që mund ndodh kjo. Pra kjo është gjë tjetër. Tani, te deklarimi i Ilir Metës, që po dalim te deklarimi i Ilir, që ta mbaroj idenë. Jo, i kret okay, vazhdo. Prokurori, çdo prokuror i gjithë botës ka të gjitha të dhënat që ka
prova procedurale. Nuk mund nisësh, për shembull, kemi pas praktikë gjykatës lartë që me materiale që vijnë nga shërbimi sekret dhe numrat në përgjim, ajo nuk janë të papërdorshme. Sepse ligji është i qartë. Nuk mund të vesh me materiale, prova procedurale duhet marrë sipas formës parashikuar në ligj. Pra ligji është i barabartë për gjithë. Okay. Pra marrja e provës në mënyrë të palishme, sepse pse është e palishme. Vetë ligji e parashikon qartë që thot neni 149 në vijim, janë disa nene për marrjen e provave, thot, që provat merret sipas formës parashikuar në kodin e procedurës penale. Pra provat, ne i kemi provat, janë 7 lloje provës e prova tjera, të cilët nuk cënojnë procesin e rregullt ligjor. Okay. Në rast se ne ecim me dhëna operative ose me dyshime, këtu procesit ka rënë. Mund të ndodhë që personi të arrestohet, dënohet, por nëse të shkojë çështja në Strasburg, gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, dhe ato që janë qetë nuk kanë ato se çfarë. Arranxha, jo që unë po thuaj këtë në kontekstin, kjo është domethënë kur ti nuk mund të përdorësh si provë një informacion apo një dëshmi që vjen nga një institucion. Është një ran. Por a kishte informacione? Këto dhëna janë për policinë. Neve si prokuror, që bën veprimet procedurale, merret mbajtje provë te organizimi, këto mund të ketë në dyshim, mund të shërbejë si version, por s'mund të administrosh në dosje. E kuptoj. Pra dosja është pa pranueshme që ti dosjen e procedimit penal, do ta qepësh fashigun e procedimit penal, qoftë sepse të kemi parasysh fashigu ndahet dy lloj fashigu. Është fashigu i gjykatës, janë prova që ti çon në gjykatë, është dhe fashigu i prokurorit, që ka dhe akte tjera, të cilët nuk mund të futen në fashigun e gjykatës. Por është e papranueshme në dosjen e prokurorit të kesh dhëna operative, dhëna shërbimi. Dhëna ato të vinë, mund të shërbej për me si një indicie, po as për indicet për duhet marrësh një provë. Pra ti duhet kapësh një provë, një gazetë. Pra dhe ka pas raste, për shembull, është bërë kombinacion, është bërë një shkrim gazetë dhe nga shkrimi i gazetës nisësh procedimin kryesisht. Por asnjëherë sepse kemi lirinë dhe drejtat e njeriut. Dhe kjo është pavarësisht se çfarë punon sot, neve po flasim një shtet ligjor, një shtet të së drejtës, i cili nuk mund të hedhë bazën e tij mbi rrojë të kalbëra. Pra nuk e dim ka pasur apo s'ka pasur informacione policia. Informacione ka pasur. Policia gjesa thotë i liri sepse që zvoç kryeministri. Atë thotë Ilir Meta. Edhe më pas ka qenë president, i cili ka drejt për shkak të pozicionit të marrë informacione. Apo jo. Ai ka qenë i pari vendit dhe i di. Tani pyetja procedurale, si kthehet kjo dhënat e lirit Metës në mënyrë procedurale. A vjen kjo dëshmia sot? Kur do vlet? Tash do pyetet. Kush është ky person që erdhi? Sepse në 154 kodit procedurës penale thotë dëshmia indirekte. Kur ti i referosh një personi tjetër, do pyetet personi tjetër. Ora ke shku, se liri thotë ka ardhur, ai tjetër thotë s'ka ardhur. Tash duhet gjetë prova burimi, nga janë marrë këto informacione, nga janë marrë këto të dhëna, sepse duhet burimi provës, se nesër kur ti jesh në gjyq, do ulesh aty në sallën e gjyqit dhe do të dëgjosh personat që flasin, nëse s'del asgjë. Atëherë nga ku ti gjen mund të kesh mendime ndryshme atje që i takojnë dosjes operative. Pra dosjet ose DZA-t siç janë ose dhënat operative, dhënat e shërbimit janë komplet gjë tjetër. Po. Mund të gabosh në shërbim në një informacion që e mora këtë dhe nuk është i vërtet, por gabimi procedural me masat e sigurimit së është jetë e personit, fut në burg dhe ti thosh më fal se u bazova te i prove palishme. Pra kjo duhet jemi të kujdesshëm sepse më përpara se ne e shajm kohën më përpara të merrë një pafajsi, leje punën ose je pa hap vit tjetër, sot merrem pafajsi, nuk ma askush përgjegjësi. Merren 10 pafajsi, sot as prish punë ishte bindje brendshme. Si bindje brendshme? Bindje brendshme merr një herë, 2 herë, 3 herë. I thonë ai, çfarë je gjyqtar apo ç'je je? E kuptova. Mirë, do rikthehem sërish unë për të pyetur për 21 janarin. Është depozituar Rexhepi në SPAK edhe audio përgjimi, ju jeni ekspert kriminalist, nga jo çfarë unë di jeni dhe ekspert shumë i mirë për të ekspertuar dhe audion. Po. Tani çfarë do të thot kur i vete në dorë tash në SPAK-ut një audio përgjim, po themi, me bazën origjinale. Flitet që ka vajtur me gjithë pajisjen origjinale, Është një video, është një kështu nga ato kasetat, regjistrues kasete, nga ato të parë, të vjetër janë ata. Po, në SPAK-u e ka, nëse ka provën, e ka shumë të thjeshtë, domethënë për personat e dyshuar X, Y, Z, mund të jenë në SPAK, mund të gjenë burime të tjera, sepse ndoshta janë dhe persona publik që ata kanë folur ose është i depozituar zëri tyre, ose mund të thrasin
në cilësinë atyre dhe t'japin modelet e zërit. Mbas 15 vitesh ndryshon? Po zëri është ke gjërat problematike. Në fakt, më problematik do bëhet ndoshta edhe me këtë inteligjencën artificiale, por siç e thash, e njëjta pajisje, nëse është pajisja origjinale, duhet përdorur edhe për incizimin e personave të dyshuar dhe pastaj do marr me atë prapë. Me atë është mirë, domethënë ose do jetë shumë më mirë. Nëse është funksionale. Edhe kalohet pastaj në krahasimin e zërave dhe vërtetohet, domethënë fajësia ose pavajësia, pastaj analizohet. Bëhet edhe transkriptimi çfarë është thënë. Domethënë që pak a shumë ka dalë ajo e transkriptuar. Unë nuk e njoh procedurën e gardës se si procedon, por në një rast, jo pa qëllime përmend atë ngjarjen, ngjarja e vrasjes liderit të Demokracisë Azem Hajdarit, e nesër duket e pasnesme, dita e varrimit u shoqërua me shumë protesta. Dhe nuk e dija e ka garda këtë, por kam qenë, le të themi, dëgjues okular, jo dëshmitar, sepse nuk kam qenë aty prezent. U dha një urdhër kur u rrezikua që të dilesh nga burgu 312 ku mund ta thynin, dha një titullar policie që ndizim aerofonin, urdhëroi që në rast se thyen burgun të qellohet. Pra praktikisht unë le të themi në atë kohë pra dëgjohej aty, regjistro. E dha në radio urdhën, i dha urdhër që hapni aerofonin, pastaj të urdhëroi live, dëgjoj gjithë stafi. Por ndërkohë i tha hapni dhe magnetofonin për të, si duket, procedohet për ngjarje të rëndësishme. Nuk e di si procedon garda, për të shmangur atë që urdhërove, sepse mund të ishte gjë me pasojë, dha një urdhër të rëndësishëm dhe i kërkoi sallës operative që të ndiste që të regjistrohej ky urdhër, të ndiste aparaturë. Nuk e di si procedohet tani, mbase kam përshtypjen se ka kaluar në regjistrim automatik, domethënë. Po besoj, po, duhet jetë një sistem më i sofistikuar. Gjithë telefonatat janë zhvilluar sepse kam parë që edhe çështjet kota i regjistrojnë dhe shkojnë në prokurori që për mua është gabim, po e regjistrojnë, bëjnë këtë vetëm për shkak sepse në moment që është marrë salla, çështja është e regjistruar dhe hapin procedurat kota që për mua pastaj se dolën nga tema në temë. Jemi brenda logjikës. Mund të lihet kompetencë që të vendoset edhe mos fillimin për, le të themi, për ngjarje banale, mund të lihet edhe komisariateve, mos fillojmë për çdo, le të themi. Por problemi është parë si një shtek abuzive dhe ashtu e kanë gjykuar. Nuk kam iden si përdor garda, nuk kam iden çfarë pajisje regjistruese ka zoti Hoxha, ka kohë që ka folur për këtë. Në fakt depozitoi dhe doli edhe një që pash para shumë vitesh ishte titruar. Në momentin që e ke titruar, ke ndërhyrë, domethënë. Dhe për mua quhet provë ngar prokurori, mund ta di më mirë. Jo, por në qoftë se ajo e titruar ka shkuar njësoj besoj me audio origjinale që nuk duhet ngar fare atë. E pa ndërhyrë. Talem po që duhet e paprekur. Paprekur fare. Siç është Jaku, kjo është transparenca, është përgjigje Jaku. Nëse ta kam sjell fillimisht ty si prokuror të zbardhur. Kjo është një audio origjinal, pastaj ishte si video. Prandaj më që ka pasur me titrim. Video duhet të kemi parasysh. Nuk duhet ngar. Origjinali është i paprekur. Origjinali është incizuar, janë bërë disa tjera dhe mbi kopjet është proceduar që janë bërë ato titra gjakos që dire. Por prova duhet të jetë e paprekur. Madje theksoj. Besoj prova është e paprekur, pas po them. Është origjinale, pra nuk është ndërhyrë aty. Kështu që edhe titrimi nuk ka problem se ka mbështypjen për kohë origjinale. Jo, mendova nëse është titruar. Jo. Origjinali është i paprekur. Paktën I jep një dinamikë. Kjo është edhe për të thënë, nuk e di si janë afate procedurale, e tregova metodën, është shumë e thjeshtë. Personat e dyshuar që kuptohet. Po. Le të themi një shef garde, një ministër, një zëvendësministër dhe një kryeminist, ndoshta kush është i dyshuar, i merren kampionet zërit nga stafi specializuar dhe bëhen krahasime. Mund të çojmë pastaj në laboratore moderne. Ku është regjistruar kjo? Ku mund ta kemë marrë tani këtë? Kush ka informacion tani? Kemi informacion? Ne do bëjmë informacion. Nuk di, bëjmë një analizë nga ku mund të jetë regjistruar. Analizat janë dy. Domethënë dy nga mund të jetë marrë. Ose është futur në frekuencën e radios, se është dhënë urdhër në radio. Po që ka një frekuencë të veçantë, garda. Ose ka qenë aty pranë me diktofon. Pranë personit që fliste në radio. Po pranë personit që flitet. Por mund të jetë e ka frekuencën e radio këtu dhe ka me diktofon është larg. Është me një klub. Do ashtu si më hapi i tem. Kupton? Janë dy. Pra, ose ka qenë fizikisht aty, ose ka qenë frekuencën e radios ku është dhënë urdhri dhe me diktofon e ka përgjuar në radio. Pra radio u dha urdhrin radio
E inqizohet ke kasetën. Duke qenë një ngjarje kaq dinamike, po. Lidhe me të lutem. Po patjetër. Atëherë unë kam patur një radio SOS Margën për efekt reklamesh, shumë cilësore Motorola ishte, domethënë kishte fituar rezultatin NATO-s. Le të themi që në një aksident. Policia besoj përdor akoma nga këto, ka akoma. Po ishte tjetër kualitet. Në një aksident që patëm me ambasadën amerikane ishte më mirë se shefit securities, domethënë, ne kisha. Ishte goxha nivel ishte. Radios dhe kishte një buton skaner, pra nëse kanali ishte i pa enkriptuar e kapte domethënë, fushte në skanim dhe i lokalizohet kanalet. Një herë kur kam thuar për qef në Gramsh, domethënë, doli kanali Gramsh, e dini. Pra nëse ishte i pa enkriptuar, sepse po të ishte i pa enkriptuar, e kapte kanalin për pa pikë probleme, domethënë, në mbështetjet asaj që tha Ervini, mund të hyje me mund të ndryhe me skan, plus si pasaj nuk është se ka qenë kaq strikte. Fillojnë që i ku tentua kur isha unë në drejt Tiranës që të dinin me numrat të gjitha. Kjo pasja e radiove. Se në fakt radio është, të themi, si armë pa leje, domethënë se ti di ku lëvizin trupat, ku bëjnë të policisë nëse kryen një ngjarje, duhet të jenë shumë të kontrolluara dhe shumë të është filan vend patrullo thotë i çuar. Fizikisht shumë të sigurta që të mos zbulohen. Të dëshat bëja si shtesë. Prandaj thotë edhe policia u kapën radio si ato të policisë her pas here në operacione. Se janë çuna që i përdorin se duhet me frekuencë. Por me lokalizuar kur është policia, se komunikimi në radio është ai që të dokumenton se ku janë ata edhe mund trupat e shërbimit policisë. Si punë macës me miun, që maca e di ku është miu dhe miu e di ku është maca. Po, është vërtet. Një pyetje kam që është me shumë rëndësi. Duke qenë një ngjarje kaq dinamike. A mundet që në atë kohë në zyrën e Berishës, duke qenë se ai ka qëndruar brenda ka qëndruar edhe Lulzim Basha, her pas here mund të ketë shkuar dhe kreu i gardës, të kemë pasur një radio aty brenda? Që në një moment caktuar edhe mund të jepë një urdhër, e pse jo, mos të jepë një urdhër nëse e kanë pasur në dorë për ta bërë këtë. Tani radio duhet të kemi parasysh ato që janë radio, janë folur, janë në kaset. Po. Kështu që ke dëgjuar se çka kanë thonë ato në radio është gjë tjetër. Pra radio neve del se si është dhënë urdhër. Pra del ajo që del në radio. Por ata që kanë folur kanë dalë, sepse ai komandanti ka pas forca që vareshin, kupton? Po, okay. Pyetja është komandanti ka pas apo jo urdhër më lart. Kjo është pyetja. Ka përgjigje kjo pyetja? Sepse po sigurisht se tash sepse ti mund ta kesh radion dëgjon se ç'a bëhet. Po nuk ndërhyn dot. Si gjë radio, po s'ndërhyn dot sepse është tjetri i parë, domethënë që jep urdhër, sepse ligji është i përcaktuar, ligji për gardën, kush është komandant, kush i drejton forcat. Pra kanë një komandant forcat, kupton? Edhe ligji është përcaktuar përgjegjësia formale e komandantit se nga kush ka varësi. Pra janë përcaktuar në mënyrë të qartë se pozicioni gjithkujt. Tani gjithë diskutimi që diskutohet shumë me parë te kjo çështje, pse suatuan zyrtarët e lartë në fillim dhe mas 15 vjetësh. Është pyetje e parë. Përfshi dhe organizator. Përfshi dhe, domethënë flasim për vrasjet, sepse ato janë hapur. Okej, dakor. Tashi, në rast se organizatorët do jenë objekte timi, duhet të dali spaku me një deklarat. Pra janë dhe organizatorët, sepse nga veprat penale që shoh që kanë dalë 79 që vrasje kundër dy ose shumë personave në rrethana cilësuese, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe shpërdorimin e detyrës. Këto treja. Nëse është objekti timi, do të duhet të kemi parasysh Jo, unë gjykoj që ta shohim kështu, pastaj nuk kam informacion. Si duhet parë për objektet timi janë të gjithë këto veprat që shife dhe në kuadër të kësaj duhet parë gjithet e zyrtarët e lartë. Tani kjo e para pyetje, pse suetuan zyrtarët e lartë kur ishte koha? 2, domethënë që është shumë e rëndësishme. Po mirë, spaku sot, a mundet që të marrën në tim drejtues prokurorisë përgjithshme të asaj kohe, apo që kanë pasur mbarësi këtë çështje për të jetuar për atë çfarë kanë bërë? Tani duhet kemi parasysh. Do vepra mund të jetë parashkruar, domethënë nuk ndodh gjë, por a mund ta therrasi? Mendoj që duhet thritur personalisht, sepse është çështje po e diskutojnë nga pikpamja provueshmërisë dhe nga prova, se duhet jemi të kujdesshëm të flasim vetëm me prova. Tek libri që ish presidenti i Republikës Bamir Topi ka bërë, dhe ka deklaruar që ish prokuror e përgjithshëm në datë 22 janar mund ka ardhur në zyrë, ka shpreh shqetësimet në lidhje me ngjarjen. E parë, s'ka lidhje presidenti, kuptimin që ta ankohesh. Kjo e parë. Ç'lidhje ka presidenti? E dyta, me datë 23 janar ka ardhur Lulzim Basha në zyrë
dhe thot ndikote prokurori përgjithshëm për 6 shurat e ndalimit. Tani, e treta, Lul Basha duhet ishte pyet vetë, lidhur me vendimin e gjykatës lartë. Pra ky person që duhet ishte pyet vetë, që duhet ishte, domethënë duhet ta jo në hetim, po që të verifikohej më saktë për veprimtarinë e atëshme. Nuk është pyetur fare, është pyet mas 15 vjetësh. Atëherë kjo lind një dyshim që Lulzim Basha është favorizuar. Pra duhet pyet çfarë është fol me Bamir Topi dhe Bamir Topi, domethënë sepse na rezulton që ky person nuk është pyetur. Pra pasojë e takimit ka ardhur. Pavarësisht se në libër thotë që unë nuk kam ndikuar në të shif që ti je, se kështu është një pjesë, shif që ti je rregull me letrat e tua. Del që s'është në rregull. A ve? E qartë. Prandaj këtu na lind një dyshim që duhet pyetur. Biseda që ka dhënë. Dhe e dyta, Lulzim Basha nuk është herë e parë që mbrohet nga prokurori i përgjithshëm. Është mbrojtur në çështjen e Durrës Kukës, ku çështja është nxjerrë jashtë afatit. Pra çështja është pushuar për shkaqe procedurale, jo se është i fajshëm ose i pafajshëm. Pra kjo është një diçka tjetër që lind dyshimi, dhe dyshimi i tretë që mund të ketë në moshetimin e zyrtarëve të lartë është dhe promovimi i Ina Ramës nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, duke u bërë antare KPA-s në vitin 2017. Pra ju jeni ndjeni që Partia Demokratike nuk e ka kontestuar Ina Ramën me, po të kemi parasysh me thënet që është me thënet nga më të ndryshmet atëherë, dhe tash një ditë bukur e voto. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi që e votove? Dhe këtu të lind dyshimi që ka e diçka që shko, dhe duke e lidhur me vendimin e gjykatës lartë që duhet të zhënëtuar zyrtar të lartë, mendoj që kjo është bërë me qëllim. Dhe ky takim ja ka arritur qëllimit. Pra mos pyete këtë person kur ishte për të pyet. Dhe çfarë veprimesh duhet të shëmbo? Ka veprime të rëndësishme, eksperti e di. Duhet pyet personi, merren tabulate telefonik, ndoshta mund të kishte vend dhe për marrjen për kërkimin e imunitetit për zyrtarët e lartë për të bërë veprime procedurale, ndoshta për arrest jo, po për të bërë veprime procedurale. Tabulatet me kush është folë, se kështu do lidhen, se më përpara sot është interneti, po ka qenë tabulatet. Pra janë veprime të papërsëritshme. Sepse në kompanitë celulare i ruajnë tabulatet për 2 vjet. E qartë. Prandaj domethënë çike e ngatërruar është, po tash këto ne janë disa rasti të çuditshme që na lindore po sikur janë njëra mas tjetrës që tin dyshim që këtij robi i është dhënë i dorë. Kranxha, faleminderit për këtë. Premtoj që në një moment, besoj gjatë kohëve të viteve të ardhme do bëjmë një gjë tipikisht ndoshta për vettingun, për të kuptuar pak më shumë sistemin e drejtësisë dhe të hym pak më thellë. Ndoshta jo vetëm këtë çështje e emrave, se emrat ta thash dhe herë mund të jenë të ndryshëm, por ta analizojmë pak, se më pëlqeu një shprehje që ka kaluar Ariu dhe ka kaluar Miu dhe është ndaluar. Është kapur Miu dhe ka kaluar Ariu. Kështu që do diskutojmë. E përmbyllim Rexhepi së Bashku. 20 janarin në gjithë hetimin e tij. Më duket pak a shumë farca kryeministri me rit vërtetës, ka pas shumë kohë në dispozicion, po e shohë çik më gjerë. Ndoshta Spago mund të eci, ndoshta mund të jetë shumë indicie kjo audio e gazetarit më i njohur zotit Hoxha. Por domethënë do të isha si ato të afërmit as nuk do merrja pjesë në ceremoninë, ja u them me shumë sinqeritet, sepse më fani 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 15 vjet. Unë nuk jam që shteti duhet të jetë mbi organet e drejtësisë, po të gjitha mekanizmat për të reaguar ndaj personave që janë, le të themi, minimalisht nuk kanë ecur me ritmin e duar, për të mos thënë neglizhencë, as për të mos i thënë që s'kan dashur. Mekanizmat për të reaguar ndaj këtyre personave qëndrojnë, plus që prokurori di më mirë, po ca dënime janë dhënë për këtë punë dhe nuk e di se si do shërbej për i qelje dhe për i hapje, ndoshta duhet të ketë akuza në atë formën që thatë ju për persona të tjerë se ndoshta këtë herë kërkon zyrtarët e lartë, ata që nuk jetuan dikur, sepse nëse rrim në ato linja mund të hynë gjërat e gjykuara ose gjërat që kanë kaluar afate procedurale. Kjo po, por kur këtë herë përshikohet pak për zyrtarët e lartë ajo që nëse po deshën ja gjejnë vegin e nësë ata, pa probleme. Është vrasën në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, se kjo është gjëja më e rëndësishme që kujt i atribuojnë këtë vepër? Kujt? Po pra është janë ca veprime të papërsëritshme tash. Kupton? Nuk gjehen filmimet e
qoftë edhe amatore, as kamera nga YouTube-it, në media kam dëgjuar që s'janë më e gjitha domethënë. Sepse ato mund të shërbejnë, jo drejtimi i qitjes, unë që jam ekspert, ndoshta edhe nga videot, edhe kolegët e mi, se po duket sigur po flas vetëm për vete, kështu që ju jeni këtu për vete do flisni, kështu që flisni për vete. Mund krijohet një ide shumë e qartë e mekanizmit goditjes e tjera dhe shumë prej tyre nuk janë. Madje më bëri çudi një kolegu juaj, po i quhet kolegun tim, domethënë, që ka qenë atje dhe është dëmtuar. Fatos më duket. Fatos po. Gazetari. Cilin vjen shumë keq, do ishte mirë që le të ishte edhe një burim materiale si palë dëmtuar, ndoshta disa filmime, ndoshta do ishte mirë të kishe ruajtur, domethënë në shërbim të së vërtetës klasike. Për shembull, kemi një dy raste në funksion asaj që tha eksperti. Dy mjek, jo mjek ligjor, kanë bërë deklarime në lidhje me vrasjet, që thanë jo ishte nga afër, tash nuk i takon mjekut ligjor të flasin për këtë. Këto videot ty në mjekëve që janë publike nuk del me asnjë vend. Kuptimi që nuk janë, që do ishin objekt. Kanë fol nga trauma? Po. Kanë qenë në media? Kanë qenë live fol. U hodh dhe një video nga kanale 5 që vjen një person, domethënë se si ishte. Të sqaroj një dy momente, mundem. E dyta, edhe diçka tjetër. Për shembull, ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha bëri një fytyrë për një prokuror. Tonë tha që erdhi në autopsita dhe i futi predat, i futi në xhep. Pra predat që morën nga viktima i futin në xhep, s'del me asnjë vend, kjo një fytyrë, domethënë i far fytyrës tash se forma e marrës provës eksperti e di. Po. Prova merret, vuloset dhe çohet për ekspertim, pra nuk mund të provat do ta marrë ekspertin jo ministri, se zakonisht ta titullarët kështu bëjnë si Sherlock Holmes, si sherifa dhe futen në ngjarje, dhe nëse vini re shive me këtë sy në ngjarje, ndodh një ngjarje shumë e rëndë, shko drejtori atje, shkon tjetër pa dashur ti fyra, ç'fun nga drejtori atje brenda ngjarjes. Madje kemi pas një incident në një vrasje kështu, në një plagosje për vitin e ri kështu, se një emër i njohur i biznesit, do hyn tha se s'bën se janë filani. Mirë dha ishte krime, do hysh apo vitin e ri do ta bësh mbiruz. Se prish vëngjarjen, do njeriu duhet të ka punë drejtori as njëri ty atje vëngjarje. Policia e trafikut në vëngjarje. Vëngjarja është e shenjtë. Kurse në lidhje me atë një sqarim, nëse mundem, nëse më lejon, në lidhje me atë deklaratën e mjekëve, kriminalisti me mjekun ligjor dahet ke rroba. Pra veshja e tutje është e kriminalistit, po e bëjt thjesht për njerëzit, ndërsa në trup e brenda është e mjeku ligjor. Ky është kufiri jon ndarës, dhe nëse ka pasur blozë tek lëkura, mjeku ligjor mund ta japë tek garat. Nuk ka qenë as mjeku ligjor, as kriminalisti. Ka qenë mjekët e urgjencës. Se tjetër pjesë. Mjekët që s'kan lidhje fare. Janë mjekët e urgjencës ato. Diskutimesh, dakor. Jo, se thot mjeku ligjor është në zanatun të rrigjë, po thot një mjek pa dy mjek pa lidhje dhe nuk e ke në internet. E thonë mjekët shoh si më shkute mjeku, thotë është kjo. Mjeku mund të bëj operacion që thotë. Cakton diagnozën aty direkt lart mjeku. Ka dalë mjeku, ka marrë atributet e mjekut ligjor dhe kriminalistit për mbetjet e blozës. A jetim që keni bërë në atë kohë, Karanxha, e mbylla këtu, nuk ju marr më kohë, ju falenderoj shumë. A jetim që keni bërë në atë kohë, të gjitha veprimet procedurale kanë shkuar në spak ato apo janë prokurorit përgjithshme janë mbyllur aty dhe nuk duhet kemi parasysh. Këshire e vendin ngjarjes janë veprimet e papërsëritshme, janë të rregjura nga spaku se ka qenë dosja. I të hoqë, po është të rregjë se janë veprimet e papërsëritshme. Po. Këshire e vendin ngjarjes, tabelat fotografike dhe do të thosha edhe një diçka. Kontributin e ke aty. Tani ne kemi shërby vendin në çdo vend. Domethënë që kemi mundësi sepse duhet lësh gjurmë. Pra kjo është lësh gjurmë në jetë. Ta thënë se shko në fund tjetër dhe kur je kot, ke marr pjesë, ke bërë në jetë, ne duhet të kontribuojmë. Por diçka që duhet të sqaroj. Që nisësh që është bërë një debat jo prova. Tani hyrja e vendit ngjarjes në 21 janar është bërë me oficerët e drejtorisë policisë qarkut nën pikëqyrjen e prokurorëve. Kemi qenë disa prokuror, unë kam pranuar të flas. Janë kolegë që nuk i përmend emrin. Kam përmend vetëm emrin e Adriatik Camës, që është prokurori kryesor që ka bërë punën më të vështirë, që ka marrë pjesë në autopsinë e viktimave, 3 viktimet 21 janarit. 2 kanë pasur predat, Faik Myrta dhe Ziver Veizi, kurse i ndjeri tjetër Hekuran Dela ka pasur pred të shpuse. Alex Nika u çu për ndihmë të specializuar me shpresë nga familjarët për ndroj jetë dhe preda ka ardhur mbrapa. Pra ka qenë puna kryesore e Adriatik Camës, do thonë e para, se shumë e vështirë të marrësh pjesë në një autopsi. 3 viktima aty që të shohësh foto dhe ke një përshtypje. Për shkak të punës mjekut ligjor. Ne kam pas problem, pastaj u abendoj. Masa ne mësoj. Tani dalim te
Pra, duke qenë se është bërë nga detoria, nuk kemi pas probleme me marrjen e prova. Pra kemi shku te terraca e kuvendit, është bërë te kuvendit, është te kryesia e kuvendit, është bërë, domethënë është bërë verifikuar. Mbi kryeministri? Mbi kryeministri është verifikuar për gzhojë, kemi shku se kjo është vend i jashtëm më njëherë. Pra nuk ka pas problemet dhe përplasjet ka nisë mas 6 urave të ndalimit që janë nxjerrë për zinxhirin komandues gardës. Ky ka qenë debati që ka pasur. Filmos ty Karangja aty? Apo ka pas prokuror tjetër, që i kanë të tjerë prokuror. Okej. Grupi hetimor. Grupi hetimor që filmos që 2 vet ka, domethënë është filmos urat e ndalimit, është një diçka, nuk mund të them më detaj për urat e ndalimit, por them që debatet kanë nisur për urat e ndalimit, jo për kqyrën. Kqyrën e kemi bërë kqyrën. Provat janë marrë gjithë. Marrë për provat. Okej, u krye. Se po të marrë provat. E si mund të shkonim ne? Kur thoshte stop, mos u fut. Ja, ekspertët i vet shkon në vend gjatë, ti dil jashtë, del larg. Kështu që domethënë këtu duhet të jemi të saktë, të japim çdo kujt atë që meriton. Ervin Karangja, kënaqësi për gjithë informacionet që ndave, eksperiencën tënde të shkuarën edhe sigurisht edhe anën subjektive tashmë që na detyrohesh këtu për hir të audiencës. E vlerësoj shumë Artana Xhevi, kënaqësi që ju pata sonte në Sken Krimi. E vlerësoj shumë gjithçka që ju ndat sonte. Me ne shikues të nderuar, trajtuam një sër çështjesh sonte nga krimi tek drejtësia dhe shumë shka tjetër. Shpresoj shumë që të kemi kuptuar nga këtë diskutimi me Artan Xhevin dhe Ervin Karangja. Mirë, ne bashkë do të jemi të shtunë në orë 20, natë e mirë.